miq, mirë se vini. Është ora për të zgjuar tani dhe për të qenë me ne, për të komunikuar drejt për së drejti, fillimisht për të informuar, më pas edhe për të ndarë mendimet së bashku në ora juaj. Si çdo ditë do të jemi në të njëjtën procedurë si për ditë, pra me titujt e kryesorë të gazetave, më pas edhe me komunikimin telefonik. Është e shtunë, është fundjavë, gjithë ata që kanë nisur, megjithëse është pak ftohtë, besoj, jo shumë do të kenë mundësinë të shijojnë fundjavën, por gjithsesi uroj një fundjavë sa më të këndshme e ditë sa më të mbarë. Pa humbur kohë do të ju sjell në vëmendje titujt kryesor të shtypit për ditën e sotëm, duke nisur me ballinën e gazetës Koha Jone, e cila vjen me titullin kryesor, që gjithmonë në faqen 3 gjeni më pas të detajuar, por titulli i madh është Gjyqtarët kundër reformës. Për shkak edhe të një tjetër çështje që kanë dërguar në gjykatën kushtetuese sa i përket reformës. Titujt e tjerë që vinë në brendësi, Edi Rama në kantieret e rilindjes urbane të Tiranës. Është foto e kryeministrit në faqen 24, më pas e keni shkrimin. Tiranë sot nisë konventa kombëtare zgjedhore LSI-së në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në faqen 2, ndërkohë që dje mbledhja e kryesisë ka prezantuar edhe kandidaturat për postat drejtuese. Takimi, Klosi, qeveria negociata me partnerët italian për kompanitë call center. Shpresohet në një zgjidhje. Titujt e tjerë, të cilët janë në brendësi, masat luftë tregtisë së paligjshme të duhanit. Ahmetaj bashkëpunim me biznesin në faqen 16. Deklarata, eurodeputetja greke në Tiranë, jam mes Vorjo e Pirit që ka ngelur jashtë kufive grek. Faqen 8 ky shkrim, sigurisht që secili mund të marrë reagimin e vet ndaj kësaj deklarate, se besoj se qëndron fort. Takimet përfaqësues të KLSH-s, vizitë studimore në zyrën kombëtare të auditimit të Polonisë në faqen 15 ky shkrim. Vizita, Ministre e Kulturës së Shqipërisë, Mirela Kumbaro, bashkë me homologun e saj rus, Vladimir Medinski, në Shën Peterburg, në faqen 11 ky shkrim. Opinion, efekti Trump në Tiranë nga Frok Çupi në faqen 17. Analizë, epoka që konturon Shqipërinë me LSI nga Arjan Korpa në faqen 18. Forum, referendumi në Itali, kërcenim për euron, është një pyetje që ngrihet në faqen 20 nëpërmjet një analize. Nga kultura, intervista Artiola Toska, mirëmëngjes dashni, si e prita bashkëpunimin me Brunon, është intervista nga Albina Gjergji në faqen 13 të gazetës Koha Jone. Kalojmë në të përditshmen Gazeta Shqiptare, e cila vjen me titullin kryesor për shqiptarët që kanë ende probleme me prona dhe që ende nuk janë zgjidhur, sigurisht vinë disa lajme që kanë të bëjnë me këtë çështje. Pronarët Manjani si ndahen në $12 milion. Ministri i Drejtësisë, kompensimi financiar mbyllet brenda dhjetorit. Aplikimet që nga viti 93, si përfitohet pagesa e përshpejtuar brenda 1, 3 dhe 5 vitesh. Fondi për vitin e ardhshëm 3.3 miliard lekë është shkrimi, pra që e gjeni në brendësi, është shoqëruar edhe me këtë prezantim që ka pasur drejtoresha e ATP Sonila Qato dhe ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, faqen 10 dhe 11 e keni shkrimin. Një tjetër lajm i rëndësishëm, sigurisht shpeshherë kanë qenë pikpyetje, tani problemi është për të kuptuar se kush dokumentet e pensionit, Ali Emini si zgjidhet problemi pa e çuar çështjen në gjyq, është në gazetën shqiptare, ky sqarim në faqen 9, intervista e numrit 2 të ISSH-s, shmangen 4900 procese çdo vit. Shpresojmë të aplikohet sa më shpejt ky vendim dhe të ketë mundësi që qytetarët të shmangin procesin gjyqësor. Opinioni i ditës është nga Dashnor Dervishi, kontaktet e para me Seline Shenjtë në faqen 25. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë, sot në Bluetooth, Fjolla Morina i dashurim xheloz, Enki Bracaj do të dilja nudo për 70.000 euro, suplementi që gjeni çdo të shtunë në gazetën shqiptare. Ndërkohë që titujt e tjerë nga lajmet e ditës, nëna e Çiços së grabitja më thyen 4 brinj me shelma. Dëshmia, si u ngjiz kalvari i krimeve nga Tepelena. Dhuna barbare në Tepelen, babai Elton Çiços, pandjenja më ran me qyt të kokës. Nga Xhencila Kodra është ky shkrim në faqen 7, keni detajet. Takimi në Bruksel, nishani në Parlamentin Evropian. Jam i keqardhur, qeveria rilindi komunizmin në faqen 3. Drejtuesit e LSI, Meta propozon bashkëpunëtorë të rinj. Gar Caka Mehmetaj në faqen 5. Rrezik papunësie, Klosi kontakte me qeverinë e Italisë për call center atë në faqen 8 është ky shkrim.
Marrëdhëniet dalin dokumentat tepër sekrete nga Vatikani për Shqipërinë në faqen 12 dhe 13. Ndërkohë lajmi, sigurisht nuk duhet të marrë dhe aq shumë në konsiderat, por gjithsesi është një lajm që duhet marrë si pjesë e diskutimit dhe sigurisht duhet ketë edhe reagime. Eurodeputetja në Tiranë, jam në Vorjo e Pirë. Konferenca organizuar nga PBDN, Vangel Dule, pronat e immarës nuk u shkëputën në shekuj. Skandali Qipriotja Theokarius, musliman irredentist. Këtu janë veglat të Turqisë në faqen 2. Absolutisht një deklarat që duhet sjellë reagime. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Shekulli, e cila vjen me titullit e saj kryesor në titullin e madh, është pra pikërisht kjo që sapo sollën pra si argument, Greqia kërcenon me ushtri sepse ka pasur edhe veprime nga ministri i mbrojtjes, deklarata luftarake afër kufirit me Shqipërinë, ka qenë inspektimi i tij në kufi. Zyrtari i veshur me rroba ushtarake i përgjigjet Ramës për çështjen Çame. Qeveria shqiptare nuk reagon për deklaratat e kreut të mbrojtjes Helene. Flet vetëm kreu i PDU-s, shpëtimi Drizin, faqen 4 dhe 5. Ky shkrim. Takimi. Firmat call center japin alarmin, po ikim në Rumani. Drejtuesit debat me ministrat për ligjin e ri italian. Do të zhvendoset industria që punson mbi 25.000 shqiptarë në faqen 14. Kompensimi. Ylli Manjani, plani për pronat në vitin 2017 është një shkrim në faqen 16. Vizita e eurodeputetja Qipriote në Tiranë, Himara është greke në faqen 5. Ky shkrim, ndërkohë që në krye të kësaj gazete sigurisht kemi edhe titujt e tjerë, të cilët vinë si pjesë e zhvillimeve të ditës. Hetimet, festoi me shokët pavarësinë. Iriu vdes pas vizitës në spital në faqen 10 dhe 11, një ngjarje misterioze kjo. Ylli Sora, një fermer i cili flet pra është nga Kashari, sigurisht dhe flet për situatën që ndodhet biznesi i fermerëve. Taksat e tregut në Kambës po më marrin fitimet, 12 dhe 13 është faqja pra ku e gjeni këtë shkrim. Ankimimi, statusi i gjykatësve dhe prokurorëve në kushtetuese në faqen 6 dhe 7. Vera Bekteshi, shkrimtarja, flet për gazetën Shekulli në faqen 18 dhe 19. Intelektualet kanë bërë dhe bëjnë kompromise, por çdo gjë ka një kufi, është shkrimi që vjen në brendësi sigurisht. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, e cila vjen me titullin e madh, ish kryeministri në identitet, gjermanët përkthimi jo nga ne. Berisha kundër BE-s, jeni mafiozë të korruptuar në faqen 4 dhe 5. Çelja e negociatave, qeveria gjermane shpreh qartë, mbështesim Shqipërinë me 13 dhjetor në faqen 3. Prapaskenat, lufta e padukshme në thonjza në PD për të rrëzuar Bashën, kush janë aktorët në faqen 5 ky shkrim. Ankimimi, paketa reformës në drejtësi sfidohet për herë të dytë në kushtetuese nga gjyqtarët në faqen 4. Në krye të gazetës kemi edhe titujt e tjerë. Ministri grek i mbrojtjes në kufi, çamët me nazistët në faqen 3. Antena brenda familjes është si gjithmonë në faqen 2. Alarmi, shqiptarët tani bëjnë mesatarisht vetëm 1.6 fëmijë në faqen 6 dhe 7. Ky shkrim. Pra, nuk është më ai i famshmi i kohës para disa viteve ku të lindë shumë fëmijë ishte në modë. Editoriali nga Mirobaze, tendri i Bashës për listat dhe përgjegjësinë e humbjes në PD në faqen 8. Skënder Minxhozja, a do t'i bindet kushtetuesja Këshillës së Venecias në faqen 8 dhe 9. Ky shkrim. Enkeldemi, Estrad Ballçi me ministrin e mbrojtjes të Greqisë në faqen 9. Spartak Ngjela, otomanët e fundit në Shqipëri nuk kanë më shpresë në faqen 9. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Dita, e cila e nis me një deklaratë të gazetarit Muhamet Veliu, i cili ka folur për gazetën Dita, çfarë di unë për Ilir Kumbaron dhe Sali Berishën, e keni në faqen 2, 3 dhe 4, në 3 faqe speciale. Dita sjell edhe një tjetër analizë nga Viktor Malaj, lufta ndaj luftës për baballarët e kombit, dje dhe batakçinte propagandës sot në faqen 8 deri në faqen 11. Vendimi, Bashkim Fino i Sëmur, qeveria jep 1.1 milionë për kurimin e tij, fond edhe Sherif Merdanit në faqen 12 ky shkrim. Në brendësi, në faqen 14, bie nga posti Briseda Sheja i përfundon në prokurori, padia e Varcit, cilat janë rrugët që do të bëhen me pagesë deri në 2020. Ja, është lista në gazetën Dita në faqen e ekonomisë. Facebook Spy, Ditmir Bushati fik telefonin, vëllai i ministrit, mora shumë urime, mesazhe të rënda në celular.
Kalojmë tani në një tjetër të përditshme që sot vjen si gjithmonë me formatin weekend, është Mapo Weekend. Në krye, si gjithmonë janë rubrikat e përhershme, Mapo Letrare, intervista Petrit Ymeri, Panajiri, libreria e madhe që i mungon në Tiranës në faqen 26-27. Profilet të pas 90-s, Ervin Hatibi mes përditës dhe qiellit, një personazh jashtëzakonshëm, Ervin Hatibi në faqen 24. Mapo debat, Niko Peleshi versus Agron Gjekmar, ka e keni në gazetën Mapo. Recenca nga Ergim Baçi, si gjithmonë, leximet i sjell Diana Çuli përsëri me shijen e saj të hollë. Qielli i gjithkujt nga Peshzogaj është në brendësi pra të gazetës Mapo. Ndërkohë, titulli kryesor, sigurisht në formën e një analize, zgjedhje 2017, aleancat në kohën e bllofeve. Pse kombinatorja e koalicioneve për betejën e qershorit është një zgjedhje shumë e komplikuar për secilin nga aktorët kryesorë politik. Çfarë siguron ose rrezikon Rama me koalicionin me Metën, Basha dhe Meta, çfarë rezultati elektoral mund të ketë ky kombinim dhe guximi i LSI-s për të konkurruar me koalicionin e vet veç në zgjedhje, a është realist apo blof? Kombinimet kanë filluar dhe shumë ngjarje priten në agjendën e dhjetorit, faqe 10 dhe 11 ky shkrim. Ndërkohë është shoqëruar edhe me këto karikatura. Titujt e tjerë në brendësi, intervistë me publicistin francez, Kadare, në arkivat e sekretes ka asnjë rreshtimin që denoncon ndokënd. Ky dialog i Kadares me shkrimtarin dhe publicistin e njohur Stéphane Courtois, autorin e librit të famshëm Libri i zi i komunizmit, përbën pjesë përmbyllëse të librit E vërteta që del nga qilaret. Kemi titujt e tjerë, intervista në Corriere della Sera e Sat Pash Toptani, pse bëra pakt për të qeverisur me Ismail Qemalin, faqen 14 dhe 15 ky shkrim. Infrastruktura, Rama i kthehet zogut zi, mbikalimi i nevojshëm në faqen 7. Kryeministri ka deklaruar mbështetjen e qeverisë për ndërhyrjen e disa nyje të rëndësishme të trafikut të Tiranës. Sot konventa kombëtare e LSI-s, Ilir Meta propozon drejtuesit të rinj në faqen 4 ky shkrim. Komenti nga Klementin Mile është ka ardhur koha që mësuesi të bëhet akrobat, faqen 13, sigurisht mësuesi në fakt është koha të bëjë gjithçka në situatën që ndodhet shpeshherë. Reaksionari, idete majta, rreziku i vërtet i PD-s nga Fitim Zekthi në faqen 13. Editoriali është nga drejtori i botimeve Mapo, Alfred Lela, ankimimi i gjyqtarëve, një konflikt interesi perfekt në faqen 3 ky shkrim. Kalojmë tani në një tjetër, kalojmë në një tjetër të përditshme, është përsëri weekend, pra formati weekend është të standardet, e cila vjen me titujt kryesor. Titulli i madh është Gabimi me vettingun, e vërteta e një përkthimi, dashakeqësi, ignorancë apo lojë politike. Edhe ngre pyetje dhe habi Gazeta Standard. Nga romana e BE-s dhe Ranieri Euralius tek kushtetuesja dhe Venecia, çfarë nxiti hapjen e skandalit të përkthimit, Berisha akuzon Vlahutin. Shoqëruar pra edhe me këtë foto me protagonistët e shkrimit. Në krye të gazetës kemi edhe zhvillimet të tjera. Konventa zgjedhore ja propozimet për postet drejtuese. Meta afirmojnë vlerat më të mira të partisë sonë, faqen 3 bëhet. Fjala për LSI-n. Në Gjirokastër kreu PD-s Basha, qëllimi ynë është që asnjë familje mos të jetë pa bukë, pa drita dhe pa ujë në faqen 10. Të dhënat zyrtare si u harruan premtimet, ja sa leje të reja ka dhënë qeveria për hidrocentralet, faqen 11. Opinioni është në Edison Ypi, provokues si gjithmonë dhe interesant, po ashtu. Opinioni i tij është e njëjtë pa doktor, në faqen 2 e gjeni, është një provokim interesant. Manjani, falja akt individual do jepet sipas një procedure, puna me hashashin sfalet. Pra, i kemi edhe një përgjigje për apelin e zotërisë nga Lazarati që merr në emisionin ton, pra është kthyer përgjigje, nuk do të ketë falje për ata që kanë punuar me hashashin, faqen 4, aktualiteti. Intervist, bileta e Urbanit, PD kërkon uljen e çmimit, Olli Veliajt kthej lekët që kanë paguar për biletat në faqen 3. Tiranë-Durrës aksidentohet për vdekje 40 vjeçare, gjymtohet nga disa makina trupi në faqen 8 dhe 9, ngjarje e vërtet tragjike. Aktualitet, përmirësimi i auditimit, çështja e komunikimit për faqësuesit e KLSH-s në zyrën kombëtare të auditimit polonis. Faqen 12 dhe 13 është intervista dy balerinët e teatrit kombëtar të Opras së Baletit, flasin Ledia Sule dhe Kristi Dalipi, rrefehen nga baleti të jeta private. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli i madh,
Fontana dhe puset e naftës, bombat që rrezikojnë jugun, tmerrit të shpërthimit të fontanave, puset e naftës dhe ndotjes së ujit të pishem, i shtohet dhe mbajtja e fshehtë e vdekjes në mjediset e punës së një naftetari jetim. Alarmi ekspertëve, falsifikimet e listë pagesave, ndryshimi i nipteve, mos zbatimi i vendimeve gjyqësore dhe fshehja e milionave me bilancet e dubluara në faqen 2 dhe 3. Është ky shkrim sigurisht në detaje. Deputeti i PD-s Aslan Dogjani, qeveria është e korruptuar, ndaj pengon negociatat për antarësimin në BE. Zgjedhjen e jep vota 2017 në faqen 6 dhe 7. Grabitja e bizneseve, 151.000 kompani të licencuara kundër dhomës së tregtisë për antarësimin me dhunë, faqen 5. Aksidenti Lungomarës, shteti dhe organet e specializuara të hetojnë politikanin që fshihet pas kompanisë së rrugës në faqen 8. Konventa kombëtare LSI zbardhen detaje nga mbledhja e kryesisë, ekipi i ri që pritet i propozohet sot konventës zgjedhore për votim, ndryshimet dhe më të votbesuar në faqen 2 ky shkrim. Aktualiteti, Abdullah Umuri, ISSH po diskriminon invalidet. KLSH dhe NIK projekte për çështjet e komunikimit. Profesor Bernard Zotaj, që në 4 vjetori i forcave të armatosura, i keni shkrimet në faqen 8, 11 dhe 14 pra nga aktualiteti. Intervista Frederik Çuko, po monitorojmë sëmundjen e gjedhit. Prodhimi është nën kontroll duke vaksinuar në çdo fermë dhe familje. Ja kompania më e sigurt e produkteve blegdorale, faqen 9 është. Ndërkohë, me foto, qeveria shqiptare lobon me Italinë. Blendi Klosi dhe Milva Ikonomi, aksioni përbashkët midis qeverisë dhe kompanive call center për të kërkuar Italisë mbrojtjen e 25.000 vendeve të punës në Shqipërinë, faqen 5 ky shkrim. Suplementi pena shqiptare është, si gjithmonë, poezi nga Roland Gjoza, si çdo fundjavë, Petraq Risto, Piro Loli, Nuria Upi, Angel Zotaj, Zaho Vasili, Sabrie Selimaj. Skica nga Albert Jolie, kujtim Mateli, Viron Kona, Sadia Liti, Fuat Memeli, përparim Regjepaj. Tregim nga Konstantin Dhamo, Flogerta Krypi, Shaban Cakolli, Dritan Logone, Lulzim Breznica. Dhe botimet të reja nga Talën Laçi, Liliana Baçi, Gëzim Loka, Seti Vladi, Ylli Meqe, Mark Kuzhnini në faqen 22-30. Janë gjithë to detajet suplementit pena shqiptare. Opinion dhe koment, Europa nuk i ha petullat me ujë nga Bardhyl Berberi në faqen 4. Flamurtari mes heronjve dhe armiqve nga Ergyll Salushi në faqen 18 dhe 19 ky shkrim. Kalojmë tani në të përditshmën tjetër, gazetën 55, e cila vjen me dosierin kryet saj në faqen 12 dhe 13 në brendësi, 1975, zgjendja e kuadrit në burgjet komuniste, drejtues të paditur të burgjeve nga Kastriot Dervishi. Rama drejt Putinit është editoriali nga Sjellë Berisha që hap sot gazetën. A kushtëzohet takimi i Ramës me Putin nga trashëgimia e tij direkt teatrore, pra dosja Mitrokin? Shtron pyetjen i kryeministrit duke theksuar se Edi Rama prej disa muajve ka kërkuar takim me Vladimir Putinin. Në brendësi, fakti Edvin Rama falsifikoi reformën drejtësi, KE konfirmon përkthimin nga gabim të vettingut. Pse hesht ambasadorja Romana Vlahotin përballë këtij skandali. Basha, pushtet për qytetarët, jo për një grup banditësh, është shkrimi nga takimet e Lulzim Bashës në Gjirokastër. Ministri gjerman paremron, droga nuk ka vend në BE. Televizioni gjerman zbardh arsyeën pse Edi Rama mbajti fshet vizitën në Tiranë ministrit federal të ushqimit dhe bujqësisë në qeverinë e Merkelit Christian Schmidt. Denoncimi, biznesi, represion nga tatimet e doganat të shqetësuar për taksën e antarësimit në dhomën e tregtisë, është lajmi në brendësi. Rugova, ikona e kombit shqiptar nga Etleva Skonja, është 72 vjetori lindjes së presidentit historik Ibrahim Rugova. Audituesit e KLSH-s vizitë studimore në zyrën kombëtare të auditimit të Polonisë në faqen në faqet e brendshme të gazetës e gjeni këtë lajm. Nishani në Shqipëri për fat të keq ka tendenca për të rindur kaluar në hidhur komuniste, është kreu i shtetit i ftuar në konferencën e Parlamentit Evropian, ka bërë deklaratën e tij. Forum me penë dhe me gjak Don Aleksander Sirdani, një rubrik nga Nikolin Lëmezhi. 25 vjet të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Selinë Shenjt, ura e Goricës, peizazh Ilia Gjimitikut nga Qerim Vrioni. Kalojmë tani në gazetën RD, organ shtypi i Partisë Demokratike. Në kryet saj ka alarmin për një ndërtimin e një teci në Korçë, katastrofa që po i përgatisin në Korçës, teci me torf. Në faqen 5 janë edhe dokumentet që e shoqërojnë të shkrim.
200 kW energji falas për familjet në nevojë. Në faqen 2 është ideja dhe propozimi i kryetarit të opozitës Lulzim Basha. Endri Dimitri vdiq nga dhuna e policisë. Në faqen 9 është djaloshi që festoi për pavarësi dhe më pas u gjeti vdekur nga thana misterioze. Objektet e urryra të diktaturës tani në vepra arti në faqen 6. Çfarë fshihet pas ftesës së Ramës për të takuar Putin? Pengu i dosjes Mitrokin të KGB-s është shkrimi, ndërkohë që vazhdojnë sigurisht të vinë edhe me detaje tjera deklarimet. Gabuat që më besuat, nga shullazët të gabimi me përkthimin i ligjit të vettingut ka një lidhje dhe ka një person që duhet të jap një shpjegim. Nga Bledi Kasmi, autogoli i Romanës është shkrimi. Komisioni Evropian ka pranuar autorsinë e përkthimit të ligjit të vettingut në anglisht, i cili rezulton me gabime pasaktësi që sipas opozitës ndryshojnë kuptimin e ligjit. Ndërkohë, lajmi tjetër që vjen shoqëruar po me foto, bleta e tatimeve dhe afera i 100 milionçe. Përse Brisi u mor në pyetje nga task forca e prokurisë së Shkodrës, faqen 4 pyetja që merr përgjigje. Papunësia tek të rinjt shifra rekord është lajmi që vjen në gazetën RD. Kalojmë tani në të përditshme në Ballkan. Pronarët nis kompensimi. Fondi $24 milion do të jepet brenda dhjetorit. Drejtoresha e ATP-s qato fton pronarët me vendime përfundimtare për të aplikuar dhe ministri Majnjani ka folur për përshpejtimin e procedurave. Miratohet buxheti, ndryshon ligji për akcizën, tatimin mbi të ardhurat dhe taksat kombëtare në faqen 6. Ministria e Financave, lista ishte për ndjekurve që duhet të paraqesin dokumentat për të marrë parat në faqen 12. Beteja për call centrat, qeveria kundër ligjit italian që shpëngul bizneset, nis ikja e call centrave nga Shqipëria në Rumani, mbyllen mira vende pune. Reforma paditën kushtetuese statusi i gjykatësve e prokurorëve në faqen 2, provokimi ministri grek Kamenos i përgjigjet Ramës për çamët, reagon PDU në faqen 2. Zbulohet dokumentat si manipuloi Enver Hoxha zgjedhjet e para pas luftës në Fronti Demokratik. Janë titujt që vinë në brendësi. Opinione keni nga Kasem Seferi dhe nga Ilir Seci janë në brendësi, ndërkohë që keni edhe këshillat mjekësore. Amnistia dënuarve gati drafti, nuk ka falje për punëtorët e Ashashit, është një tjetër lajm e gjeni në faqen 7. Pra, kemi një sqarim për këtë amnisti. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organ i lëvizjes socialiste për integrim. Titulli i madh është sot nis konventa kombëtare. 3.000 delegat vendosin për platformën politike dhe strukturat e reja drejtuese. Kandidaturat për pozicionet kryesore, për zëvendës kryetar të LSI-s Petrit Vasili, për sekretar të përgjithshëm Endrit Brahim Llari dhe Dritan Ylli, për nënkryetar Luan Rama, Keti Mehmetaj dhe Silva Caka. Është në faqen 3 shkrimi, ndërkohë që në foto është mbledhja e fundit të kryesisë aktuale të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Meta i bindur në angazhimin tuaj të vazhdueshëm për të afirmuar më tej vlerat më të mira të LSI-s, në faqen 3 gjithmonë ky shkrim. Ndërkohë, në krye të gazetës kemi sigurisht kandidatin për sekretar të përgjithshëm, aktualisht në nënkryetar Endrit Brahim Llari. Filozofia e LSI-s mbështetet te forca dhe energjia e të rinjve. Në brendësi kemi edhe lajmet e tjera, përgjigje shqetësimit të qytetarëve, ministri Ylli Manjani do të ketë përshpejtim të gjithë procedurave për trajtimin e pronave në faqen 10. Shtëpia e operës në Sydney, soprano e Armonella Jao çel sezonin e ri artistik në Australi me operën La Traviata në faqen 16. Kuvendi mblidhet në seancën plenare, miratohet mbarim paketa fiskale dhe buxheti për 2017 në faqen 4 dhe në faqen 7 është argumenti që sjell gazeta Integrimi. Petrit Vasili, monitorim zbatimit korrekt buxhetit me shumë mbështetje për sektoret strategjik, Përparim Spahiu, turizmi dhe bujqësia, sektorët ku duhet të shtohen investimet për të rritur punësimin. Gledion Rahovica, buxheti i balancuar me fokus zhvillimi ekonomik dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve shqiptar. Janë të gjitha këto pra në brendësi. Komenti, një shans për të gjithë nga Kujtim Topuzi në faqen 11, pra e ka, sigurisht për zgjedhjet në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dalemi tani në shtypin sportiv. Do të flasim për zhvillimet e për lajmet që vinë kryesisht në sporti shqiptar, por jo vetëm. Debiazin e duan sërish në Turqi, pra është fjala për trajnerin Trabzonspori, por edhe disa klubet e tjera po vëzhgojnë trajnerin e kombëtares son. Bisedime zyrtar nuk ka, por deri një janar gjithçka mund të ndodhë. Gjithmonë e kërkojnë Debiazin, fakt, por në fund qëndron tek kontrata me FSHF. Mesfushori akuzon në Gjasula, në kombëtare vendosin interesat në faqen 14. Pra, një shkrim që vjen polemizues.
Mbrojtësi Hysaj shkelqen, por dëmtohet. Titular në triumfin ndaj Interit, Hysaj u zëvendësua pas një ore lojë për një goditje të fortë në këmbë që detyrohet braktisë fushën e lojës duke çaluar. Shpresojmë pa pasoja, por vërtet ishte një mbrëmje të madhe Elsi Hysaj mbrëm. Derbi kthehet në Moll Sherri. Nëse në fushë gjithçka kaloi në paqe, në zyra ndodhe kundërta. Tirana i refuzon Partizanit Selman Sermasin dhe Kuksi refuzon shtyrjen e ndeshjes për të martën. Është lajmi pra që vjen në brendësi. Është një betejë që sigurisht vjen e reflektuar pas tensioneve të derbit. Si një stërvitje, shtojtësa e derbit prodhoi shumë pak futboll e rastë, ndërsa bukurinë sfidës ja dhanë vetëm tifozët, sërish të panumërt, vërtet, po ishte edhe pa bilet, megjithse nuk kanë munguar sikur ka qenë me bilet në derbin kryeqytetas. Faqen 6 është lajmi që vjen nga Shkodra, Vllaznia, kapiteni Shtubina, kampionët do vuajnë në Shkodër, pra ka fjalën për Skënderbeun, sepse e pret në Shkodër Vllaznia Skënderbeun. Ndërkohë, nga Korçarët, të Takaj janë tifozët, Agostineli më i miri, nuk ikën, pra i ka qartësuar gjërat presidenti Takaj. Durrësi, pra Teuta, nis fshesa, largohet sulmuesi Eri Lamçja. Faqen 9 kemi shkrimin intervista rrëfimi i Arlind Dënorës. Gjaku Bluzi, laçi në zemër. Faqen 10, kategoria e parë, Beslidhi Helikujdon Tërbunin mes Mjegullës, është lajmi pra në brendësi, pa nga kategoria e parë. Nga bota, Messi versus Ronaldo, bota ndalet në Spanjë, luhet El Clasico, është në faqen 18 dhe 19 një speciale për këtë përballje gjigandësh. Në Angli, dueli për kreun Pep kundër Contes, edhe këtu ka një super duel sonte mes Manchester Cityt dhe Chelsea-t, vërtet një ndeshje e madhe në faqen 20-21. Bundesliga, përmbysje në Mainz, Bayern i rimerr kreun në faqen 22. Serie A, Napoli kërcen i vetëm, Inter i shpërndallohet në jug. Është vërtet një ndeshje dominuese ajo e Napolit ndaj Interit. Skandali, dridhet Serie A, parat shkojnë në parajsa fiskale në faqen 22. Gjitha skuadrat janë të rrezikuara. Kampi Bardhe Blu, jo sa Partizan, i kthehemi sigurisht janë titujt të brendësi që shkojnë pas derbit, cilët janë në brendësi, por gjithsesi i përmbledh titulli pra e për ndeshjen e djeshme. Ndërkohë, kemi edhe titujt e tjerë të vinë nga sporti, pra të gazetës Gol, jemi me titullin kryesor, Manaj drejt largimit nga Pescara, shkak bëhet një ish milanist. Skuadra Pescares po kalon një moment as pak pozitiv në kampionatin italian të Serie A, teksa pas 14 javësh numëron vetëm 7 pikë të grumbulluara duke u renditur në vendin e 18, është faqen 2 shkrimi dhe sigurisht Manaj nuk ka pasur atë hapësirë që pritet kishte dhe atë rol që pritet kishte të një skuadre ardhur nga Serie B. Derbi mbyllet pa gola, kryeqytetasit ruajnë pozicionin në faqen 2. Dëmtimi, shtyhet operacioni Berishës, Sportiello titular të Atalanta në faqen 2. Fati keq për Berishën, sepse ishte vërtet në formën e tij më të mirë të mundshme. Dursak, Teuta ka humbur besimin minutat e fundit të Makthi Dursakëve në faqen 2 janë gjitha shkrimet nga gazetën Gol, kështu që nuk po e them faqen. Reagimi Kuksi kundër shtyrjes së ndeshjes me Partizanin, pra bëhet fjalë për çështjen e stadiumit, shokon kampioni Rosberg, tërhiqet nga Formula 1. Njoftimi nga kampioni botës u dha për mbrëmjen gala të FIA në Vjenë, faqen 2. Absolutisht një zgjedhje për të mos rrezikuar, sigurisht për të përfunduar një kampion i dështuar, ka arritur kulmin dhe mendon se këtu duhet ta mbyll, edhe pse 31 vjeç. Rosberg. Këto ishin titujt kryesor për ditën e sotme. Ju falenderoj gjithëve që i ndoqet me vëmendje. Kush dëshiron të marrë më shumë informacione, sidomos për çështjet që kanë të bëjnë me pensionet, me pronat, me gjërat, shfletoni, hyni në brendësi sepse gjeni më shumë informacione të rëndësishme që ju bëjnë të mundur të merrni atë që duhet në fakt ta merrni në zyrat e shtetit, por që vjen nëpërmjet shtypit për fat mirë. Pas pak do të jemi drejt për së drejti. Publicitet rikthehemi më njëherë. Kthyer përsëri bashkë miq, do të jemi në komunikim të drejt për drejt. Është fundjavë dhe sigurisht do të zgjoni pak me vonesë, por gjithë ata që janë zgjuar, unë i ftoj të bashkohen me ne të komunikojnë drejt për së drejti në dy numrat e telefonit 04 23 44 720 dhe 069 670 24. Pa humbur kohë do të presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Përshëndetje Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nevrozi jam nga qyteti Durrësit. Po Nevruz. Kërkoj falje
So bë 1 muaj rresht a më tepër. Ja më 5 ditë ka, se jo 1 muaj rresht, 5 ditë ka. Kërkoj falje që nuk do të bezdis. Po jo, nuk është problemi për të bezdisur. Shiko, të lutem. Fundjavë. Nuk është problem fare, nuk bezdisemi nga këto gjëra. Kjo është arsye pse jemi këtu, për t'i ngritur e për të adresuar problematika. Problemi është se duhet kuptosh ku ta kërkosh këtë çështje, zoti Novruz, sepse është shumë e rëndësishme. Ti drejtohesh, bashkia tha që nuk ju ka dhënë zgjidhje, okay, dakord. Por duhet ta denonconi patjetër njeriu i veshur me uniformë që ju pengon të kryeni punën në shtëpinë tuaj. Kjo është ajo që ne mund t'ju themi, sigurisht edhe të komunikojmë, edhe të adresojmë, edhe të bëjmë çfarë të duash. Unë ja jap mundësinë thoni çfarë doni në këtë rast. Jo, arsye ne duhet dim vendin edhe ku duhet shkojnë, të cilin autoritet. Shiko, të lutem shumë. Në Ministrinë e Brendshme ka një zyrë që quhet zyra për çështjet e brendshme, të cilat denoncojnë rastet kur një autoritet me uniformë abuzon në emër të ligjit, dhe në këtë rast në Ministrinë e Brendshme. Po, në Ministrinë e Brendshme. Te zyra? Zyra e shërbimit çështjeve të brendshme, të lutem. Po. Okej. Faleminderit. Faleminderit ju, sigurisht që ne nëse nuk merr zgjidhje atje, sigurisht ne mund të ta trajtojmë mediatikisht, por zgjidhja bëhet vetëm duke denoncuar institucionalisht. Unë jam i bindur që shërbimi i çështjeve të brendshme, nëse zotëria, në fjalë, ka bërë këto veprime që thot zoti Novruz, atëherë sigurisht duhet marrë një përgjegjësi dhe duhet të ketë një hetim për rastin e abuzimit në emër të ligjit, sepse një njeri me uniformë, oficer policie, nuk ka të drejtë ndërhyjë në çështje që kanë të bëjnë me punët e bashkisë në rastin konkret përderisa ka leje. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët i dashur. Uroj për emisionin, uroj edhe ty. Faleminderit. Je mirë ti dhe familja jote. Shumë faleminderit, gjithashtu dhe ju. Atëherë kemi marrë librat e fëmijëve nga 3 muaj shtatori deri sot hala s'po rimbursohemi. Me një informacion që morëm, sigurisht pas kërkesës edhe tuajnë edhe shumë qytetarëve tjerë, pritet në janar të bëhet shpërndarja e fondit të rimbursimit të parave për librat, zotëri. Paktën kështu është dhënë. Pagesa invaliditetit 1.6% se morëm. Nuk është reflektuar si rritje në pagesën që merrni mujore? Me çfarë shpjegimi ka për këtë? Jo. Shpjegimi është ke parasysh në institucionet e sotshme që të shtyn derën, sidomos në invalidët na ka përbus me farfe sa na ka vështirë jeta. Drejt, absolutisht për ta. Me 1 mars sot që dënojnë rrogat e pensionit e qyshtek. Kuptoj. Po i bëj një pyetje kryeministrit ton. Paktën fisin e vet, a ka pa një herë invalid që ndoshta duke pas vjekun e vet mos i dhimbset? Absolutisht është pa këtë 1.6%. Jo, të lutem faleminderit ju sepse është shumë e rëndësishme se dalin, e falenderoj shumë zotërin që telefonoi, sepse dalin i kemi dëgjuar ministrat, drejtorët, zyrtarët, e thonë, dolën, ja u rritëm 1.6% pagesën personave me aftësi të kufizuar pra invalidet, verbërve, e kështu me radhë, të cilët vjen momenti kur ata dalin dhe thonë, pas disa muesh nuk i kanë marrë, pra nuk mjafton vetëm dalin konferencë shtypi, duhet shkojnë lekët tek ata që u është premtuar dhe që është dhënë si vendim. Duhet i jepë një shpjegim pse nuk është bërë, pse nuk është reflektuar. 1.6% është pak, por gjithsesi për ata është diçka që gjithsesi u duhet në fundit, ajo pak para. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Isha më bën një ankesë për Erion Velin. Patjetër. Unë banoj këtu në Zalç, te komuna e Kasharit, të ish komuna e Kasharit, dhe është bërë stall me dhi, abonjane një stall me dhi këtu. Edhe plus që na mytën miskornjat e mizat e tjera, tash i do me bro edhe qendë të Tiranës gjithë këtu. Po, është afër zonave të banuara, është mes zonës banuar se po zona banuar është janë gati 7 familje këtu. Po punohet aty, po ndërtohet qendra për qend? Po, tash i ka vazhdu më ndërtua, është të bërë në rrugën. Kuptova. Ai Erion Velia ka ardhur para ca ditë këtu dhe do bëje fondin dhe për 2 familje në la pa e bru rrugën me asfalt këtu të shtëpia. E bru te stalla e dhive dhe
Kuptova. Ku do të tholla qenve. I është bërë stallësdhive rruga, por banorëve të cilët janë pak më tutje nuk e kanë marrë këtë shërbim, qartë, e kuptova. Po, për 100 metrë rrugë nuk ne ka shtruar më Okej. Të falenderoj shumë absolutisht për t'ja reflektuar, me që e thatë edhe publikisht, po ja themi edhe publikisht zotit Veliaj apo bashkisë, jo vetëm zoti Veliaj, që ta çojnë edhe 100 metra, se nuk bëhet nami, por 100 metra, fundit njerëz janë edhe ata për te dhive. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Edhe unë më përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Po. Unë kishe një problem, Patrik. Po, dëgjoj. Se me këtë vendimi që ka qitë qeveria. Po. Për çështjen e këtyre banesave para 91-shit. Po, qartë. Po e lëmë shpara porta, vllai, ne s'po kuptojmë atë gjë që thuhet, ç'a bëhet, ç'a kthehet. Prandaj kemi kërkuar institucioneve, janë 2-3 institucione të përfshira në këtë. Ne thonë që do paguash tokën, do i jepet lekët që merren nga toka që do paguhet, do i jepet pronarit, por a është këto që janë tokë shtetë, vllai dashur, si do bëhet? Prandaj thash që ne kemi kërkuar dhe me shumë mundësi të hënën do ta kemi një shpjegim, pra për të listuar kush do të paguaj, si do të klasifikohen trojet shtet, trojet private, cilat janë zaptuar, në disa raste janë zaptuar, kush do të paguaj, si do të paguhet, kush janë dokumentacionet, sepse është shumë rëndësishme. Thash edhe pak më parë për rastin e invalidëve. Nuk mjafton vetëm dilet në një konferencë shtypjet thotë që e morëm këtë vendim. Duhet zbatuar dhe sqaruar ky vendim. Po. Se problemi është që qeveria thot, ai pari Katuni thot që gazetat dhe televizorët janë kazana. Atje po shohim në Tiranë që ai e ka me tapi, me gjitha, pa asnjë lloj letre, i shkojnë, i shemin hallin, po të luftë me banar, po që majet vesh vllai dashur, do drejt, shumë drejt. Populli do përvohet për këtë popull vllai dashur. Po lamshëm vllai, po më drejt. Të falenderoj shumë vërtet, sepse na jep shtyz vazhdimisht, unë i bëj apel edhe publikisht, se kemi kërkuar informacione, faleminderit zotërisë, që institucionet përkatëse, pra në këtë rast, është hipoteka dhe Aloizni, të cilët bashkërisht duhet të sqarojnë qytetarët dhe sigurisht edhe dikush nga qeveria që ta sqarojë vendimin e qeverisë se kush do të paguaj, si do të paguhet, sa do të paguhet është pak a shumë, po të sqarohen kategoritë se ka një lloj paqartësie dhe ne ja u mundsojmë këtë t'ja u sqarojmë njerëzve. Nuk është në një problem i vështirë për t'i sqaruar vendimet nëse janë të qarta. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si u dive, miro? Mirë, falenderit, po juve? Po malo, me këtë dimrin që këtë që. Pra do të pjesja për një gjënë të. Po? Ajo deputetja e Qipros që kështë bërë ato deklarata di. Këtu në Shqipëri ka qëmë? Po, mes Tiranës. Mes Tiranës. Po mirë, po këta kutufat që rrinë Tiranë dhe Frëngjumë bën gjoja nacionalistin ka. Po thjesht mjafton, ka deklarata, mjafton deklarata mediatike. Po jo ndaj zonjës, sepse nuk ka pasur asnjë deklaratë ndaj zonjës përveç deklaratave të Shpëtimit Drizit, kryetarit PD-jus. Po pra e gjella. Po ajo zonja të bet non grata si bën ata pushtat e Greqisë atë Marin Memën, si e quajnë atë çuni që është abetar. Dy shoferët e ministrisë jashtme që i kapën me abetare. Kemi sa dush. Po ata shqiptar çam që i kthejnë në kufi se si lënë të shkojnë në Greqi, po gjithë ata qytetarë shqiptarë që po ja vullosin pasaportat e i kthejnë mbrapsht. Pra, kemi boll raste ku mund t'i përgjigjemi, por gjithsesi. Rrimort, a? Nuk e di, deri tani shpresojmë ndoshta sot do të ketë një reagim me siguri. Okej. Të falenderoj shumë. Të përshëndes ditëmarr. Eci më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Alo. Po ju dëgjoj shumë mirë, mirë se erdhët. Amo do ta shua. Po bashkë, drejt për së drejti jemi. Bashkë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shikoj tash çfarë problemi kemi ne. Ju dëgjoj. Ne kemi për këto të përndjekurit politik. Po? Kemi marrë klasin e parë ka 3 vjetë më përpara. Dhe tash na vjen një letër nga Ministria e Financave që duhet të ktheni prapë ato dokumentat. Çfarë dokumentat duhet të çojmë ne atje kur ne kemi çuar njëra ato? Po me çfarë justifikimi, me çfarë ka përctuar në një dokument, është ndryshuar në një formulë, për çfarë arsye ja u kërkojnë prapë dokumentat, zotëri?
Nëse e kanë shpjeguar, se nëse se kanë shpjeguar, po ja kërkojmë Ministrisë Financave, po. Po nuk e di unë, ne I quam ato që kishin për të quar. Po? Prap I morëm prap gjitha ato nga noterët, nga gjitha ata, dhe I quam prap atje. I quat? Ata kërkojnë prap, thonë, nuk keni munges dokumentash, ne I kemi quar gjitha ato. Gjitha. Qa kanë kërkuar ata I kemi quar. Okej. E kuptoj shumë drejt. Atëherë, logjika thot që përderisa ju e keni marrë një këst, do të thotë që dosja juaj është plotësuar, se po të mos ishte plotësuar, nuk do ta kishit marrë asnjë këst para 3 vjetësh. Kështu që ka diçka që duhet ta serojë Ministria e Financave. Nëse ka ndryshuar procedurat, okay, ti thot qytetarëve, cilët kanë pretendimet për këtë gjë, që ndryshojnë 1, 2, 3, 4, po jo thjesht kërkohet plotësuar. Po ku duhet Po. Ku duhet të ankojmë neve tash, se vetëm nga ju media mund të marrim në një shpjegim neve. Shumë e drejtë, të falenderoj vërtet shumë, ne bashkë këtë shqetësim që ngritet ju, se mund ta kenë të gjithë të tjerët që e kanë po të njëjtën situatë si ju, të ja përcjellim Ministrisë së Financave dhe Ministrisë Drejtësisë që ka përgjegjësinë për të ndërtuar dosjen, se në fundit verifikimi i dosjes bëhet nga Ministria e Drejtësisë. Të kuptojmë nëse ka ndryshuar një gjë dhe po ja u themi edhe ju publikisht apo edhe nëpërmjet zërave që do të vinë nga këto institucione. Pra, ndoshta të hënën, se sot fundjavë nuk ka mundësi të kemi në një komunikim, por të hënën me siguri do ta kemi një përgjigje nga ministeri. Faleminderit shumë ju, faleminderit juve vërtet, sepse është shumë e rëndësishme. Tani, logjike, unë e thash edhe një herë, logjika thotë që kur e merr një njeri një këst mbas të disa dokumentave, atë do të thotë që ka qenë rregull, se I bie t'ja u kanë dhënë në mënyrë pa drejt ato legët këtyre njerëzve që u kërkojnë dokumenta shtesë. Tani, unë nuk e kuptoj këtë logjikë, megjithatë duhet sqaruar. Me drejt zotëria kërkon një sqarim. Prezantimi e telefonata, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Të uroj për emisionin. Faleminderit. Unë kisha një hall kështu. Jam emigrant, po jam kthyer në Shqipëri, kam vite 20 vjet punoj në Venecie. Po? Jam në Skrapari, dhe flas në Skrapari. Në vitin 7501 jemi 2 çuna të xhallarës. Po? Trashëgimtar të tokës. Dhe kemi marrë me ligjin 7501. Ai ka pas fëmijë shumë dhe ka marrë tokë më shumë. Edhe unë kam lënë dakord. Unë kam patur më pak, kam marrë më pak. Ky me një agronom që ka qenë me një Feridun Flamuri, I cili nga një parti socialiste është bërë me LSI-n e ndritur tanisi, ja ka hedhur, ka firmotur. Kur kthehem unë tanisi, tokën të gjithë e ka dopja ai dhe ka marrë certifikatat. Kërkoj të vijë aty, nuk vjen, shihet, smanget. Kjo qeveri që ka ardhur në pushtet, as këtë gjë nuk vendot, pa mirë gjëra të tjera që s'mundi bidot. Po fal. Po do të as mas, këtë nuk vendot ky. Kam një pyetje, titullin e pronësisë, kur keni marrë me 7501, një vërtetim që keni marrë tokë me 7501, e keni? Po e keni, të gjitha prezantojmë edhe kadastër, edhe mberat. Po, atëherë, regjistrimi I pronës, që është tjetërsuar pra nga emri juaj në emrin tjetër, si është bërë? Është bërë me hipotekë? Është falsifikuar? Çfarë sipas asaj çfarë ju keni informacion? Është falsifikuar, e sekurëzis parcela në këtë që kam unë, ka ndërruar emrat dhe paraqiten tani unë s'bër aplikim I parë thot ajo në Sorovod. Sepse tani si tremben ata janë bërë të Ilirmetës së LSI-s dhe po flas kështu tani si po jemi shumë të mërzitur nga kjo qeveri, nuk bën dot. Dakord me ligjin 7501 unë dua tokën e gjyshit. Po dhe me ligjin 7501 mi ka marrë. Ka që aftë kjo qeveri që erdhi. Dhe më falë përse ky Bumbashiri Ilirmeta që bën ligjet apo ky tjetri Edvin Rama. Edhe këtë gjë nuk bën dot ky. Ne kemi ardhur, kemi bërë 5 lekë emigrant, duam të emigrojmë tokën tonë, s'e kemi. Ky erdhi në pushtet edhe këtë s'e bën dot ky. Çfarë pret nga ky? Prandaj thash, ju pyeta për titullin e pronësisë kur e keni marrë, pra për atë vërtetimin e famshëm që është ndarë toka dhe Patrikut I është dhënë kaq metra tokë, zotërisë kaq metra tokë, tjetrit të kaq metra tokë. Pra ju e keni një dokument fillestar të marrjes pronës. Po, e kemi. Mbas ligjit 7501, sepse ligji 7501 është ende në fuqi dhe ka një iniciativë, nuk e di nëse do të bëhet shpejt apo uroj që të bëhet sa më shpejt që të verifikohen të gjithë titullit e pronësisë dhe në këtë rast I bie të verifikohet edhe prona juaj. Kështu që unë ju sugjeroj që ta kërkoni këtë nga prefektura që të bëhet verifikimi I titullit pronësisë. Pra, po ju orientoj në prefekturë që ta bëjë verifikimin. Po, sepse ka një komision
përsaçëm ngritur për verifikimin e titujve të pronësisë, zotëri. Faleminderit Patrik. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe uroj ta zgjidhni këtë problem sepse përderisa ka një ndarje, ka një dokument, nuk besoj se është aq e thjeshtë. Por na dalin prap në sipërfaqe topografet, po e masakrojnë edhe ligjin 7501, mirë pronat, trashëgimia atje që ka krijuar konflikte pafund. Po duket se edhe 7501 po krijon konflikte thjesht për shkak të matjes që bëjnë topografët në mënyrë abuzive. Shumë faleminderit zotërisë nga Skrapari. E vlerësoj sigurisht edhe për iniciativën e tij për të lënë emigracionin, për të kthyer, për të investuar, por kur kthehet nuk e gjen garancinë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotë Patrik, unë është e ditë e që kemë marrë telefon dhe kemi pata shumë të sqaruar. Po. Kam dëgjuar edhe në telefon që kanë folë edhe njerëz persona të tjerë nga Korça, po ku diun nga kanë folë, nga Saranda. Po. Lidhur me çështjen e të dënuar të ordiner. Po. Ashtu. Unë kam punuar 11 vjet në minjen e Buqizës se të batë martanesit minator. Po. Kupton? Në vitin 96 apo 95 kemi bërë mbledhje në Tiranë dhe kemi zgjedhur kryetarin e shoqatës, kemi zgjedhur Alil Kuçin nga Burreli. Po. Ashtu, dhe kemi shoqatën tonë. Mi për pratë viteve, unë u shmanga sepse kem pas probleme të arët e fukarriku e smundje e gjitha, nuk jam lidhur dot me të Alil Kuçin. Unë kam qenë kryetarin dhe u flas Lavlora. E kuptova. Ashtu, por unë kanë atë kohë zgjodha unë kryetar rreth, se unë jam nga Librazhe faktikisht. E qartë. Po pavarësisht se jetoj në Vlorë. Po çon si ka? Dhe në ato kohë nuk jam takuar, mi po ka vazhduar gjithmonë leta, ty kam dhe nga ambasada amerikane. Po. Tani të funi kam dërguar ministrit Dedi Kroç dhe kam letën para shtyve tani. Edhe thotë ke protokolluar numër 6564, sot ke protokolluar letën tu e thotë dhe do të marrë zgjidhje. Nuk është probleme të pensionit. Se puna ime ka shumë Shqipëria. Bile unë di ka që në Bulqis, janë vrarë njerëz, bile Demir Arabi nga Kavaja, që kam parasysh vrarë në dorët e mia. Ka shumë probleme. Shteti jonë nuk të zgjidhë të probleme, nuk di çfarë të bëjmë. Duhet të nitë Strasburgut, pra ju keni e kuptova. Ju keni dy shqetësime në një farë mënyrë. Para herë, kjo shoqata që keni ndërtuar s'funksionon, është problem sepse nuk e ka çuar deri në fund atë mision për t'ju njohur të paktën vitet e punës që keni punuar, çon si ka arsyet e dënimit, se duhet i lëmë mënjan këto sepse janë të shkuara, e keni kryer atë që ju ka dëshkuar shteti asaj kohe, por problemi është se ju keni punuar në minjer dhe tani sot duhet jetoni edhe ju, du ta kuptojmë edhe këtë logjik, prandaj po e them kështu në mënyrë sa më thjesht. Pra duhet jetoni edhe ju dhe për këtë duhet ju njihen ato vite pune. Sa vite pune keni punuar ju për shembull në Bulqis? Unë ka punuar 11 vjet. 11 vjet. Pra 11 vjet minjer, ju nuk ju reflektohen sot në pension, ë? Nuk ju reflektohen sot. Po edhe pensionin. Po unë nga takon shpërbim e vllaja. Unë nuk e kuptoj të punë tani. Kur marri internumi që ka pavarësisht se tani ka ndaluar tani internumi, ka fituar internumi. Kuptoj. Okej, atëherë, drejt sepse nuk është rasti i parë që ngrihet ky shqetësim, duhet kuptuar se çfarë do ndodh me këtë kategori njerëzish, të cilët gjatë kohës së dënimit kanë punuar punë të detyruar në profesione shumë të rënda, në fakt në punë shumë të rënda, kështu që duhet parë edhe ky aspekt. A përfitojnë, s'përfitojnë? Ministri pas ka kthyer një përgjigje zotërisë, por nuk është se i ka dhënë përgjigjen, po thjesht do ta trajtojë. Shpresojnë ta trajtojnë dhe të japin përgjigje gjithë secilit për jush. Shumë faleminderit i nderuar zotëri, faleminderit shumë. Absolutisht që edhe kjo mund të jetë një prej atyre çështjeve që mund ngrihet dhe nga media për ta adresuar, se ka shumë njerëz që kanë punuar, pra në një farë mënyrë kanë derdhur djersën. Tani u takon diçka në fundit për paktën për pensionin. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Alo? Nuk e kuptoj që po fliste me ne, ndoshta i shkoj zëri me vonesë, megjithatë e falenderoj gjithsesi. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë po flasim lutem? Unë jam Patriku, mirë se erdhët, jemi drejt për së drejti. Patriku? Po. Unë jam Patriku, mirë se erdhët, jemi drejt për së drejti. Po, ju flasim nga Pogradeci? Po, me kënaqësi. Jam një
Jam një banor nga Mokra e Pogradecit. Nga Mokra heroike? Patrik, kam një shesin të këtillë. Po? Në Pogradec, më duke se në përgjithësi komplet Pogradeci, krye plejtë e fshatrave, nuk kanë marrë pagën që prej nëndorit të vitit 2015. Kam përshtypjen se jo vetëm Pogradec, po në gjithë Shqipëri nuk i kanë marrë rrogat, sepse kanë marrë edhe nga Vlora, kanë marrë nga rrethet e tjera që e kanë të problem, dhe është një problem vërtet serioz. Po. Nuk e dim se si do zje kënë ngësh, me i tha të, unë thash u bëj telefon dhe në atë partë të përshëndesje për emisionin edhe për sqarime që u bën gjithë njerëzën përgjithësi. Faleminderit shumë. Falenderoj. Ju përshëndes dhe uroj ditë mbar, absolutisht që kjo është një pyetje që duhet t'i adresuar autoriteteve Ministrisë së Pushtetit Lokal pikëparë një herë, sepse duhet kuptuar. Tani përderisa ju kanë ngarkuar një përgjegjësi, një detyrë, ose të thuhet që nuk do të paguani zotrin, do të jeni kryepleq thjesht për sport, pra do të bëni punën thjesht për pasion, dikush mund të ketë edhe pasion ta bëjë këtë gjë, ose t'u jepen leket. Kanë qenë 2015 që nuk i kanë marrë. Pra kështu që kanë 2 vjet që nuk i marrin leket dhe kjo është shumë e rëndësishme për t'u sqaruar. Pra, e ftoj autoritetin përkatës, Ministrinë e Pushtetit Lokal, pra që merret me pjesën e Pushtetit Lokal, apo dhe institucionet e tjera në varësi, të cilat e kanë detyrën ndërhyn ta zgjidhin këtë ngërsh. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zotni. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kam dëgjuar nga telefonatët e më parë, që të kanë marrë nga Roskoveci. Po. Unë jam një dëgjuese rregull e emisionit tuaj. Faleminderit. Edhe mora shkas, po bëj një javë me zisa u kapa sot. Mirë se erdhët, faleminderit. Në rrugën kryesore të Roskovecit, Fier Berat, dhe në përlagjet po bëhet një punë shumë e mirë, e mrekullueshme. Në sheshin e qytetit sa hyn në Roskovec te karburantive Zir Çepeles, është vënë një bust, bukurosh e strumit. Bukurosh e strumit e ka vendi në strum. Unë jam një zonjë 62 vjeçare. E ka vendi në strum, jo këtu ke ne. Një, këta e ka bërë Majlinda Bufi, është e rilindje se Edi Ramës. Në rrugën kryesore, Refat Çepele, po bën shkatrimin e ca familje, jo radhë. Kur trotuari nga Krau i Djas Kurikën për në rrugën e Refat Çepeles është 1 metër. Në Kraun e Majt është 90 pond. Ku është 1 metër e do 1,40. E kuptova. E do të kaloj Majlinda Bufi me Edi Ramën, po nga 90 pond që kur do kaloj. Elmas Çepele me Beshir Çepelen dhe Selman Ramën mbas. Kur vete drejt tek Sotir Kushi, është bërë trotuarin në një anë, me trotuar, me shpenzimet fondin e popullit, 90 santim. Në anën Matan, nuk është bërë fare, asfalti është hedhur direkt e në murin mbajtës të lagjes. E kuptova. Përse nuk bëhet dhe andeja, se është një e ndaluar me ligj në 2012 Shqipe Buzi që ka bërë falsifikim dokumentash, edhe sot qëndron në bashkin e Majlinda Bufit, edhe me Edi Ramën në krye, që janë këta kriminella që qëndrojnë në këtë bashki. Qartë, e kuptova. Se bëhet kaq katastrof në këtë bashki. Qartë. E kuptova shumë drejt, janë pyetje që duhet i adresojmë kryetares së bashkisë Roskovecit, padyshim, të gjitha këto që ju i ngritet zonjë Shënova këtu, absolutisht që duhet ta japi shpjegim, nëse është shumë e thjeshtë për t'i verifikuar, shikohet me sy trotuari, rruga, busti, gjitha me radhë. Absolutisht që ne i sqaroj kryetaria e bashkisë Roskovecit se në ide i ka bërë këto ndërhyrje dhe pse janë
këto veprime selektive, gjithmonë sipas pretendimeve të zonjës apo të zotërinjve tjere, të zonjave tjera që kanë marrë për këtë problematikë. Se nuk është i pari rast që ankohen për çështjen e trotuarit dhe rrugëve që ndërtohen në Roskovec. Falenderoj zonjën nga Roskoveci dhe sigurisht edhe një shpjegim për çështjen e bustit, megjithatë shpresojmë që të jetë një vendimarrje e Këshillit Bashkiak për ta zgjidhur këtë çështje. Presin tjetër telefonata, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje, Patrik. Përshëndetje. Jam një pensionist nga Devolli. Mirë se erdhët. Po, me kënaqësi, pash jetën e gjatë. Urdhra? Pash jetë e gjatë, thash, mirë se erdhët, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe vajta për të kompensimin e dritave. Po? Mirë po unë jam vetëm me plakën dhe nuk kam konsumim të madh të energjisë elektrike. Po? 10 kW, 7 kW, 9 kW. E kuptova. Dhe kur vajta atje në sigurime shoqërore më thanë nuk e përfiton dot ti këtë. A ka kohë të përcaktuar nga qeveria për shembull që deri në këtë kohë të përfiton dhe më poshtë nuk përfiton, dua të di nga juve. Me aq sa e di unë, megjithatë për të mos qenë jo korrekt, sigurisht që do ta saktësojmë më mirë, por me sa di unë ka një kuotë e cila pra çka të del tepër mbi këtë kuotë, atëherë do të kompensohet. Nëse nuk arrin deri në këtë kuotë, nuk përfiton kompensim. Megjithatë, dashur zotëri, nuk dua të jap që tani se nuk është se isha përgatitur për këtë pyetje, por edhe në fakt duhet ta sqarojnë vetë institucionet, ta kenë të lajmëruar që kush përfiton dhe kush nuk përfiton. Kështu që do t'ja u kthemi përgjigje. Por me sa di unë ka një kuotë e cila përcakton. Po, me aq sa kam dëgjuar dhe sa është shpjeguar vendimi për kompensimin e energjisë elektrike. Megjithatë, për të qenë korrekt, do t'ja u japim një përgjigje menjëherë sa ta kemi të konfirmuar edhe sa kilovat është, sa është kufiri, pra dyshemeja dhe tavani. Po, Faleminderit. Tani kam një pyetje tjetër. Patjetër, zotëri. Në vitin 1965 e kam bërë shtëpinë, kooperativë bujqësore. Po? Më kupton? Po. Dhe tani këto në hipotekë janë, po për ta certifikuar tash këtë pronë, edhe këtë shtëpi, troll që e kam, vajta unë ta certifikoj, mirë po këtu nuk jam i qartë, se ato as më sqaruan fare. Këtë troll që kam patur që në vitin 1965, ka qenë pronë jashtë trollit në atë kohë, po tani ka hyrë brenda trollit, më kupton? E kuptoj. Atëherë, për këtë, sepse ka shumë paqartësi me drejtë nga këtë shqetësim dhe ndoshta edhe ato me drejtë s'kan ditur çfarë t'ju sqarojnë se nuk ka shkuar akoma sqarimi i plot. Për truajet e para 90-s, ku është ndërtuar? Ju keni ndërtuar shtëpinë. Do të ketë legalizim dhe certifikim me hipotekë, por vetëm ajo që është e paqartë është kur është tokë shtet do të paguhet apo jo, apo kur është tokë privat, kur është tokë shtet do të paguhet një shumë për 100 metrë katror do të jetë 2 milion lekë të vjetra, ndërkohë që për më shumë, pastaj sipas rritjes vjen matematikore, por do të dim për ato që janë privat, pra nëse ju e keni pasur trashëguar apo jo, do të pyesim se kjo është e paqartë. Po, një minutë. Po. Po në rast se unë bëj certifikimin e trollit me tapi, e paguajme? Nëse e keni me certifikat dhe të regjistruar një hipotekë, nuk keni arsye të paguani. Nëse nuk e keni dhe nuk merrni dot certifikat pronësie, atëherë duhet ta legalizoni në kësaj forme me vendimin e ri që është marrë tani. Jo, në hipotekë kam, si shtëpi si troll. Po. Dhe tashi më thanë ta certifikosh se po se certifikove vjen fjala si mas ligjit, nuk e shet dot. Po pra, po çfarë ju thanë në hipotekë ku shkuat për ta marrë certifikatën? Çfarë ju thanë? Ajo më thanë do marrësh një certifikatë familjare. Po, do marrësh edhe topograf të ta masë pjesën atje troll ato dhe do të paguash. Po në rast se i paguaj unë këto, pronari që e ka patur. Po. A kam të drejtë unë prapë ta paguaj këtë troll? Do paguash vetëm këtë që ka përcaktuar shteti, me pronarin s'ke punë më, nëse e ke marrë 165-ën, me pronarin e tokës e zgjidh shteti. Ti do të paguash për metër katror si çmimin që ka vendosur shteti me vendimin e fundit.
Megjithatë, kjo është për të sqaruar për sa i përket kush paguan dhe kush nuk paguan, sepse kjo është rëndësishme. Megjithatë, ju a kanë thënë dhe ju kanë kërkuar dokumentacionin për katës, kështu që me pronarin s'keni punë më. Kjo është e gjitha. Po, Roz, faleminderit shumë, me respekt të madh. Ishte kënaqësi që ju sqarova, faleminderit shumë, vlerësoj shumë edhe zotërin që ngriti një nga një edhe në mënyrë të stërholluar pra çështjet për t'i marrë sqarimin e duhur. Publicitet rikthehemi pas pak. Një kthyer sërish të miq, do të jemi përsëri bashkë për të komunikuar. Shkurtimisht ishte kjo ndarje, por do të kthehemi më njëherë për të komunikuar në telefon. 0423 44 720 069 670 24. Telefononi, do të jemi bashkë drejt për së drejti. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Zotë Patrikeni. Po, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Zotë Patrikeni. Po, jemi drejt për së drejti, mirë se erdhët. Unë jam një qytetar në Francë Librazhe. Po, me kënaqësi. Edhe kam i probleme me pronat. Po? Mi ka rëmbyrë me dokumenta falsa për në qishë 2010, edhe bo një gjyqë ka me dokumenta falsa që i bëri këto. Po? Edhe u morë vendimi, mi po kërëja të shi, nuk e futi atë që unë po në denoncimin, për nëse unë isha që e ndojqa këtë. Po? Që po denoncimin, kuptoj. Ju keni bërë padin, ju jeni bërë ankesën, po? Denoncimin e po në unë, isha unë se bete që u ashu ajo, që doli e falsa. Po, doli e vërteta, po. Ishe punu 10 vjetë në dokumenta falsa, me lishet falsa. Kuptova. Ta që pukërëja, aty i po në vendimin dhe në formë sprejrë në durës. Po? Vajton mora vendimin e gjukatë, vajton zërrisimit pasojës falusve dhe shurdo vendimin e gjukatë apelit në formë sprejrë. Po? Edhe tu të regjisoj pronën, se është përpëcu me dokumenta falsa, më vini marë pronën, me dokumenta falsifikura. Aty këzgjurë rrisimit librash. Po, e kuptova. Ta që i kësa mu ti se ke e më të ti nuk përfiton. Ta që i unë them kështu që kë vendimi gjukatë është për gjithë dokumenta që ka punu kë personin me dokument falsa, apo vetëm prasa shkresa tjera atë e më ti me krenë spostuar pëgëria me qëllim. Po, pronën kujt ja kanë dhënë? Okej, ja kanë hequr zotërisë, po në emër të kujt e kanë pra kthyer pronën? Ka regjistru një panori tjetër. Po ka registru unë, shesa se kanë registru. Pa dokumenta, me dokumenta falsa. Edhe jo të gjithë dokumenta si që kërkon formulare. E kuptova. Po duhet parë, sigurisht kjo është një çështje që i takon gjykatës ta sqarojë, nuk e di nëse mund të bëni përsëri, duhet bëni ankesë ndaj vendimit të gjykatës. Bëni një ankesë ndaj vendimit të gjykatës, është gjykata lart një hap tjetër, dhe kërkojeni që të specifikohet kujt i kthehet prona dhe jo një zotërie që se ka kërkuar fare pronën, apo jo? Po se ai s'ka se kërkojnë, ka me dokumenta falsa, po... Jo, se dakord ma ati i ka hikur prona, se ja ka hequr gjykata apelit ati që e ka shfrytzuar 10 vjetë. Po ju thoni që është regjistruar në emrin e dikujt tjetër tani, apo jo? Po Patrik, edhe njërë, ajo prona që ka mund, që denotohet që ishte përcu me dokumenta falsa, atë janë. Po, të gjej shumë mirë, të lutem. Ma ato dokumenta falsa që ka përcu, ai personi e ka pronën akoma, unë vetë denotohet ke krimi ekonomik, vajtë po gëri, i mori gjithë... Po pse? Emri i mu shpështu. E kuptova, okej. Mirë, du ta shohim pak se nuk mund ta gjykoj dot se du të lutem qëndroni linj pak. Po se nuk është pak e ndërlikuar, kjo duhet parë me vëmendje. Lutem qëndroni linj pak që të komunikojmë më tutje, leni numrin e telefonit që të komunikojmë dhe ta kuptoj pak më drejt se nuk arrit dot ta kuptoj vetëm nëpërmjet telefonit. E falenderoj shumë zotrin, sepse tani duhet kuptuar vendimi i gjykatës. Kujt ja ka, se nëse ja ka hequr zotërisë dhe ai vazhdon ta punojë prap pronën, atëherë o duhet kërkuar zbatimi vendimit gjykatës për mbarimi ku diun kush institucione ose hipoteka duhet sqarojë pozicionin e saj në këtë rast. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Durime për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhët. Gjova kryeministrin para 2-3 ditësh se tha që kena mbi 52.000 kërkesa për punësim në administratë. Do i thotë të më regjistron dhe mua të punoj në një firmë fason edhe më 170.000 lekë vjetra në muaj. Të më regjistroj dhe mua 52.001. Sepse i thonë, roga minimale 370.000 atje. Dhe unë punë 170.000 lekë, dëse që fasonerit do mbyllën gjitha, dhe ikin gjithë në shtetë punën, se s'ka interes.
Sepse për nesë po pyet njërinë, na kanë herë si tam. Puna është agjendot punë në shtet me këtë rrogën minimale, se do të shkojnë gjithë punojnë me rrogë minimale në shtet pastaj. Do të kërkojnë se për shkuar ta shohin pak po. Ne po flasim për një shtet korruptum, besoj që do han lekat, do japim dhe mikun, shokun, lekun, do japim 5 lekë, se kështu thonë vetë ato, se na se dim edhe do punojmë, se s'ka mundësi në bashki, në mini bashki, ku të ketë mundësi. Megjithatë, në fakt është një temë shumë e rëndësishme kjo, se duhet kuptuar tani, rritet paga minimale për sektorin e administratës, për sektorin publik shtetin, pra, siç i themi ne, punojmë shtet, se kështu e kemi qefin ta themi. Por, problemi është se çfarë do ndodhë me rrogat minimale të sektorit privat. A duhet shteti të bëj rolin e regulatorit, a duhet i kërkoj këtyre kompanive private, sidomos fasonve, cilet duhet ta pranojmë edhe këtë gjë, sepse kanë lehtësirat më të mëdha në kuptimin e taksave, mënyrën se si funksionon komunikimi i tregut e tjerë, i kanë lehtësirat. Atëherë, i lind e drejta shtetit, ne po e hedhim si ide, nuk kemi asun as ti kërkushi për ta ndërtuar këtë vendimmarrje. Por, a lind ideja të pyesim apo të kërkojmë thjesht, po për këto kompani, apo për dhe tjera private, a duhet parë rroga minimale, pra logjika e thjesht. Po shtetin nëse ka interes, i ka gjitha mundësit për negocium ata. Sepse një person që hap një firmë fasonerie të hanën, të shtonën ngrihet miliarder. Të ky nga del pa fitim që anë kohë se nuk kam fitim, e të shtonën për 50 del miliarder. Ti shikojnë dhe i qik shteti, regulator është kurse edhe ti buku farë, që regulator gazi, ka mundësi ti reguloj qik. Gjëtë në jemi 150.000, 170.000, ne jemi dëtru të punojmë, sepse do marrim i thasmin për kalamajt, po. Ose të shkim të hashashi prapë, shkena rrugë të retë. Jo, të hashashi s'do shkojmë, do mundohemi në mos shkojmë, po gjithësësi, apeli është për qeverinë, dhe bashkojmë këtë apel që të bëj rolin e vetë të regulatorit edhe për rrogat minimale në sektorin privat, sepse, si që thatë ju, ka ende rroga 150.000 lek, 170.000 lek, dhe të vjetra, se mos mendoj kushtreja. Po, pra, po, qartë, e kuptohet. Sot e kena pushim. Edhe do të pyesja diçka, kush është më e rëndësishme, është fëmia apo është ligja? Edhe një herë lutem, fëmia apo? Apo ligja. Shkelja e ligjit. Por mua fëmia, pastaj ligjin e mendojmë se duke mos shkelur ligj, mendojmë edhe për fëmijën në një farë mënyrë, në fakt janë të lidhura ngushtë. Unë do të dërohem që shkoj te hashashi se do mbaj fëmijët në bukë, nuk do shoh ligjin. Gjithsesi, apeli është vërtet, faleminderit shumë, duhet ndoshta edhe një iniciativë për këtë pjesë, pra të kuptohet se çfarë ndodh me pagën minimale në sektorin privat, se në fundit edhe sektori privat nuk është republike e pavarur brenda republikës së pavarur. Duhet edhe shteti të ndikojë. Tani, situata e biznesit nuk është ndër më të mirat, por edhe qytetarët kanë të drejtë, ata që punojnë, edhe dumetorë, si që punojnë në fasoneri, të kenë ndoshta një pagë normale në këtë vend. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët. Do të pak për to kategoritë e pensioneve. Po. Tash njëra kishin ato që kishin 50 vjet punë, 50 vjet moshën edhe me radhën, nominator, gjunatarët, dhe menaxhatorët e makinerive të rënda, të skavatorëve, këtyre fadromave, të vinqeve të mëdhenj, e kishin 55 vjet punë, 55 vjet moshën, edhe 18 vjet e 6 muaj punë e dilin pension. Po. Tash ka ikur kjo smeret besë, si gjithë të tjerë. Po, i kanë barazuar, i kanë njësuar gjitha. Si? I ka njësuar moshën, pra, deri në këtë moshë dalesh në pension. Po mirë, tash është bërë 67 vjet, po vetë 65 vjet punë edhe punën ashtu vjetër moshë 65 vjet të kesh. Kur ka qenë kështu, shteti tërë këto i pa minjerat në farë, të thatë makineritë e rënda, skavatorët, menaxhatorët e vinçave të mëdhenj që janë punë të rënda me vështirësi, me zhurma, me tronditje, nuk jo që atëre kur u prisi sistemi edhe ngel shuktat. Nuk e di këtë gjë. Fadili mund ta ditë në një. Po pyesim Fadilin apo drejtuesit e ISSH-s që të kuptojmë se a futen apo jo, a përfitojnë një gjë pa profesionet e vështira, siç i numëruat edhe ju, sepse mund të jenë edhe shumë të tjera që përfshihen në këtë kategori dhe nuk janë të qartë. E vërtet e rëndësishme kjo për të kuptuar, vërtet shumë. Po jo, këtë më mirë e shpjegon Fadil Qevi, po se kap do të ditën e hedjel kur bën ato bisedat. Dakor. E kuptoj. Faleminderit shumë, ju uroj ditë të mbar, absolutisht për të sqaruar. Megjithatë, ka një ligj i ri për pensionet, nuk është se më i klasifikon, kush del pension parakoshëm, dakord, më përfitojnë pension të ulët, por mosha është ajo që është përcaktuar me kufi për të gjithë. Megjithatë, institucionet ta sqarojnë këtë punë. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Faleminderit.
urime për emisioni. Jeni bërë me të vërtet një dritare për të gjithë ne që kemi nevojë e të shprehim shqetësimet tona. Faleminderit shumë që bëni. Unë flas nga Berati. Po, me kënaqësi. Dhe nëpërmjet zërit tim dhe këtij kanalit tuaj të nderuar, dua t'i them zotit Petricina i kryetarit të bashkisë, patjetër. Këtu po bën këto tubacionet e ujësillësit e gjithandej janë hapur punë dhe shumë mirë bëhet që bëhet punë, sepse në fundit na shërbejnë neve. Problemi është i gjithë këtu. Na ka izoluar, nuk kemi ku kalojmë. Njëri tortuar, ku ka qenë ambulanca e vjetër, që sot e ka marrë një biznesmen, nuk drejt e di kush e ka marrë. Pra ambulanca është privatizuar, më falsi? E privatizuar, e ka marrë, Mika Bere që ka marrë, e ka rrethuar dhe ka blokuar tortuarin. Domethënë njëri ka, i pamundur për të kaluar. Ana tjetër, mbrapa shtëpisë oficerave që sot është bërë bashki, do bëhet bashki e re, bravo i qoftë, e bën të bukur, e bën të mirë e të tjera me radhë. Dhe këtë tortuar është blokuar sepse firma atje punon. 2. Ana para gjimnazit. Do në thërë rruga kryesore, zgjatimi pedonales. E pa mundur sepse dhe atje po punohet. Nga do kalojmë ne, zoti Petrit. Të lutem të paktën të shtëpia oficerave ku po bëhet bashki që është gati për fundimit, të se firmës të përgjysmoj tortuarin të naler dhe në pjesë me të kaloj. Padyshim, nuk ka asnjë alternativë për kaluar. Ka persona i validit që nuk mund të esin tot. Ka nëna me fëmijë me një karrocë që duan dalin, sot është pushim, ditë e bukur, duan dalin te parku, të rinë 1 orë, 2 orë, ku do kalojnë? E kuptoj. Të kalojnë në rrugë të fshin makina? Jo, po ka një rregull në mënyrën si ndërtohet në qyteta, si punohet, sepse punohet në një aks, hapet një aks. Bravo, punohet një aks. Jo, hajde ti bllokojmë gjitha dhe... Të gjitha, pa mundë dhe në dypsh në autobuset të vërës të kanëzësia. Tjetër punë nuk mund të bësh do të ashtë. Shpresojmë të reflektoj këtë zoti kryetari i bashkisë së Beratit. Besoj se në dëgjon dhe mos vetë dikush tjetër të dëgjon dhe t'ja sugjojmë. Sigurisht edhe nëpërmjet gazetarëve tanë në Berat t'ja adresojmë këto problematikë. Po pra, të pak nësë na lënë një apsit të kalun dhe ne. Qartë, falenderoj shumë. Të uroj gjithë mirë. Falenderoj, ju përshëndes, uroj ditë të mbarë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë desha të flas pak për mitingun, jam një dëgjues në Akneta Durrësit. Po, me kënaqësi. Në gjithë e shikon, që ose nuk duhen me bo mitingun, po e është i dy palve. Unë fakt jam socialist, beton me nëzezje. Po. Por problemi është duhet vetë dole vetë kryeministri të propozoje Këshillit Evropian edhe ati ambasadorit Amerikan dhe të blokoje pasaportat diplomatike të gjithë parlamentarëve, 120 deputetëve dhe drejtorëve edhe familjeve tine që të mos dalin një shtetit, atëherë është blokohet mitingu. Po që është ide interesante kjo, sepse ata nuk e vrasin mendjen se vetë lizin të lirë edhe janë të lirë me shku ku donë, po ne... Familjet e tine i kanë komplet pasaportat diplomatike doli një shteti, çau duhet vetingu, as mojt as djallëve. Jam 24 karat socialist me 8 partije. S'ka rëndësi, je qytetar shqiptar, nuk ka rëndësi, ne e shohim si qytetar shqiptar, nuk do e shohim si... Nuk duhen me bo stat mojtit, që me bo me qenë kryeministri i drejt, thot unë dal në parlament, thot dhe i propozon vetë ambasadorit Amerikan dhe Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian që të dërsojnë pasaportat diplomatike të hesin, atëherë të kallëzojnë mëna 24 orëve është blokohet mitingu. është blokohen të gjitha, besa shkojmë shpejt në Europë. E para, e dyta, ka dhe këtë qeshtjen e pensioneve. Po i dashur. A është turpi botës më të marrë një minatori 120.000 lek. A kupton ti. Një gjë, në kote në mërhojz, ka qenë pensioni me 11 vjetë punë, 50 vjetë ka qenë, dhe ka qenë propozu kuvenit popullor, që të dolen 25 të upra edhe u për shteti, a kuptën ti? E kuptoj. Edhe e dyta, pensioni minatorit dilke 7.500 lek, 9.600 si herë, dhe drejtori nërmarrës minire se kishtë 8.500 lek roket. E kuptoj. A kuptën? E kuptoj shumë drejt. Ma ka zysh me mu, me një deputet, ose me një drejtor, si merë 1 milion lek, me 130.000 lek. A kuptojnë më këta e? A turpi i madhi bosë, ndosh vje vlajem. S'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të shikohet interesi qytetarëve në këtë rast, sigurisht një njeri që ka punuar në minjerë. Me del me li vota, mor buri dhe ota. Kanë turp me del me li vota, ma këta, kjo suit politike të 25 vjetë. Drejt.
Të falenderoj shumë, absolutisht, më pëlqeu shumë ideja e parë dhe sigurisht dhe shqetësimi i dytë është shumë i rëndësishëm, sepse bëhet fjalë për fatin e shumë pensionistëve të cilët kanë sakrifikuar jetën. Faleminderit zoti. Vetingut e kanë mëna 24 orëve të bllokojnë pasaportat diplomatike tine, për 24 orë bllokohet vetingu. Qartë. Faleminderit shumë, të uroj ditë të mbarë dhe faleminderit shumë për këndvështrim interesant, se ndoshta duhet gjetur edhe forma presioni, nuk kemi askushin e ti themi, por sigurisht ideja s'na inalon njëri ti themi, bashkë me qytetarët. Por edhe kjo çështja e pensioneve, pra tani njerëz cilët kanë servikuar, kanë punuar rritë të tërë, tani pensionet, kur po rrisim rrogën minimale, a mos ndoshta duhet parë edhe mundësia për ti rishikuar ndoshta edhe pensionet, është një propozim, është një ide kjo, ta përcaktojmë edhe një nivel të pensioneve, kush janë pensione minimale, kush janë pensione të larta, etj me radhë, si pastaj vështirësive, se minjera 140.000 lekë është pak. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjesi. Përshëndetje. Dëgjova që foli një zonjë nga Roskoveci dhe me shumë të drejtë, por ndoshta ka dhe më shumë, por ajo aq mundi të fliste, zoti Patrik. Po, qartë. Është e vërtet që Bashkia Roskovec nuk po qeveris, po sundon kryetarja. Duke referuar faktit edhe asaj të bukuroshe strumit, unë do të kërkoja ju, si televizion, ti drejtoni Ministrisë Kulturës çfarë historie dhe çfarë legjende ka kjo bukuroshe strumit. Ne jemi dakord që të ketë një diçka atë që tjetë ashtu, por kam lexuar dhe në një artikull pardje te një gazet, nuk e dim se gazeta nuk ka as numër telefoni, as gjë, dhe thotë se në Roskovec edhe mizat bëjnë mjalt. Unë nuk e kuptoj se ku e ka patur ai shkrimtari atë që thotë Roskovec, se ky ishte titulli Roskoveci, ku e ka patur iden dhe mendimin e tij që edhe mizat në Roskovec bëjnë mjalt. Por neve nuk e dim se ku shkon ky mjalt, nëse mizat bëjnë mjalt në Roskovec. Po tani varet kush e vjel mjaltin, i dashur mik. Po, nuk e kuptoj, ai mundet ta ketë iden tjetër apo se ta ka, ku shkon ky mjalti, gjithsesi, po bëhen disa punime në Bashkinë Roskovec. Bëhet një show mediatik. E kuptova. Por këto punime që po bëhen sot duhet të ishin bërë para 6 vjetësh. Në djenin ton rrugë, trotuare. Dakord. Kjo është mirë që bëhen, jam shumë dakord, po të ketë vëmendje të bëhen si duhet dhe unë e kuptoj dhe vlerësoj me gjithë ndërhyrjen e gjithë qytetarëve nga të Roskovecit, sepse shumë mirë që bëhet. Roskoveci meriton të ndërtohet të rishkohet, por mos të bëhen selektive dhe diku me trotuar, diku pa trotuar, nuk ka kuptim. Pra, ne vazhdojmë me këtë sëmundjen e madhe të ndërtimit gabim të gjërave, pastaj i bëjmë. Me që jemi të Roskoveci, unë e kam përsëri sensibilizimin dhe dua ta ngrej fort alarmin. Në kur janë pijet ujë i turbullt, është ujë i pishëm i turbullt, njerëzit e paguajnë atë ujë që mua më kanë ardhur ca foto dje nga kur janë i Roskovecit, ku tregohet qartë se uji i pishëm është as i përdorshëm as për në tualet, për të pastruar tualetin. Imagjino ta mendosh se është i konsumueshëm. Duhet alarm sepse mund të krijojë probleme serioze për jetën e njerëzve. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjesi Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Më në fund e mora mesazhin nga ti për punën e amnistisë. Besoj se e tha ministri dje qartazi. Tani më dëgjoj. Po. Lazarati as ka pritur në një, dhe ne jemi të vetëdijshëm që e dim domethënë që s'mund të presim amnistin nga kjo qeveri. Por ministri e ka deklaruar dhe në televizor që ka thënë për Lazaratin që duhet bërë një amnisti, vetëm ofron të pres. Megjithatë, pa që ministri drejtësisë, u bë ministri drejtësisë, se dhuri Lazaratin gojë. Një, po të bëj një pyetje tyra, gjithë Shqipëria është mushur me hashash. Tani këna bën amnisti, 80% e Shqipërisë është vetëm për kultivimin e hashashi. Apo e kam gabim? E drejtë. Tani e drejtë. Tani për çfarë si bën? Edhe tjetra, duhet di në të gjitha parlamentet e botës, kur bën një amnisti, më duket se nisë parlamenti, apo e kam gabim? Besoj se do të kalojë edhe në parlament për të miratur. Po, do kalojë në parlament. Patjetër. Diskutohet në parlament. Atëre, ministri drejtësisë i çon parlamentit ato ligje që i ato ministri. Ka të drejtë të diskutohet në parlament
këto ligje mund të rigjikojnë në parlament që të diskutohet si në parlament si diskutohet për ligjet e shtetit shqiptar. Patjetër diskutohet dhe mund të parlamenti ka dhe tagën të ndërhyjë, të ndryshojë, ta mendojë në një prej pikave të ligjit e tjetër me radhë, nuk është absolutisht e pamundur kjo. Po këtë të shesoni dhe patik. Pa neve, dëgjoj. Po. U të them të drejtën, dhe diskutojmë, nuk është puna të përlezatë, se këtu 70% e Shqipërisë, a misim për gebër jaj, për atë që vlet puna në lastika? Dhe se, kam përshtypjen që ata që përfitojnë... Ose të bëjnë një amnisti për gjithë Shqipëri, për kultivusat, se kultivim në gjithë Shqipëria. Kuptaj. Andaj, zoti Patrik, që të mbyllë, sa t'jenë këta në qeveri, Lazarati, më fa dhe insigat tjetër. Dhe në Veroza që që diktatori më i matë bënd të amisi. Ose këta kënaqen zoti Patrik se familjet e tyre i ka siguruar të keqe vëllai, i ka siguruar ta familjet e tyre. Njerëz neve. E kuptoj. Faleminderit ju, faleminderit. Këtë problem kisha për amisi. Faleminderit shumë. Lazarati të vazhdoj. Sa ta marrë Partia Demokratike, gjithë sekund, që ta marrë Partia Demokratike, se vetëm ajo është pëtimi këti afshati, se da kanë masakrua si diktatura, këta janë më keq se Veroza. E Veroza të pak të bëndaj një të mirë. Faleminderit shumë, ditën e mbarë. Ma se takojmë në njërë, kur të me që nuk në Tiranë. Me kënaqësi. Faleminderit shumë, ju përshëndes dhe i përshëndes gjithë banorët e Lazarat, sigurisht që meritojnë vëmendje, nuk janë absolutisht nuk du të identifikuar në atë mënyrë që shpesher identifikohen, janë njerëz që edhe punojnë, edhe jetojnë dhe kërkojnë sigurisht edhe të kenë vëmendje në institucioneve. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Përshëndetje. Unë jam një zonë rurale poshtë Kamzën. Po? Dhe nga jem disa probleme. Po? Dhe për elektrikun, për shumë, marim si shemull elektrikun. Po? Faturimi e kilowatt si çmim, do të pjesa më e madhe e ndërtimeve e sistemit elektrik ka qenë ndërtuar. Plus që janë shpenzuar, kemi bërë investime private. Për një defekt, domethënë që mund të kesh, shkoan kohësh aty, do në prit se do vi grupi punës e tjera. Nëse grupi punës domethënë nuk është i planizuar, thonë shkoj në teritoria madhe, shkon në Pallati Verçës aty bashku të Kamzës. Edhe kurse i thash një vajzë që isha aty, që kisha STP bashku, edhe i thash unë nëse kaloj një ditë nga fakt në kontrata, marrëveshja, ju të gjobisni, të çonin burg ti boni gjithë zezat. Pse ti nuk më ri korrekt tash unë të shërbim? Jo po mirë, kaloj 3 ditë, shkova prapë pas 3 ditësh, prapë një gjë bash ojtizoj. Unë thash si më fal më një ditë nga marrëveshja, jo sa po ne sa kështu është ligji kështu. Atëherë, pse nuk shërben? Unë po të ri korrekt. Në marrëveshje me pagesë me gjithë gjonat. Absolutisht kjo është logjika më reale që duhet kemi në një marrëdhënie të tillë kontraktuale, sepse kontrata parashikon, nëse unë kam kam marrë përgjegjësi, nëse nuk e paguaj në kohë, nëse abuzoj, nëse e vjedh, ndëshkohem. Edhe ti si shtet që nëse nuk ma garanton energjinë elektrike, për cilën unë paguaj, apo kam nënshkruar kontratë, edhe ti duhet më përgjigjesh, apo defekte, apo mbi faturime tjetë me radhë. Energjia shumë e dobët e tjera. Qartë, janë shumë gjëra. Atëherë një problem tjetër, fshati quhet Qerek, shkolla që është ka qenë një repar ushtarak. Është adoptuar dhe kthyer në shkollë. Edhe aty kushte nuk ka, fillot e banjot e njërat e tjetra, fushë sportiv për fëmijët nuk ka. Ambient ushtarësh tani është bërë shkollë, kuptoje? Ja, tamam. Edhe rrugë për shkuar aty te fshati, domethënë janë mos pyet, vetëm në ditë të çeni fotën e gjoqë ta shohësh. Okej. Shumë faleminderit. M'fal. Po. Kur ta mbyll të them. Për te laboratorin Tiranë kam gruan invalide. Kuptoj. Shkoj për të bënë një analizë të shëjet FT3, FT4. Te kush laborator se janë disa? Ja, laboratorit ke QTU-ja. Te QTU. Shtetërori. QTU-ja, po. Po, kemi drejta. Po, qartë. Shkoj marr informacione, thotë në prill thotë duhet bëhet kjo. Pse nuk ka material thotë për të bërë këtë analizë? Nuk ka materiale për çfarë analize duhet bënte që ta pyesim mirë se çfarë. TSH quhet për tiroidit. Po, për tiroidit e kuptova.
33-34. Dhe nuk ka në prill. Po të privati në gjitë kishte, me siguri. Privati, okej, po s'kemi parane. Qartë. Tjetër më falë. Po, vetëm pak shpejt se du të shkojmë publicitet se në ndëshkon biznesi pastaj. Po. Për gjykatën e Tiranës, bënë ca gabime në gjykatë, për shembull për shkruhet një Thessaloniki e këtë në Selanik. Atëherë, to janë vendime që janë ndër qeveritare dhe marrëveshjet janë gabimet bënë në gjykatë. E kuptova. Me data, me emra nga më ndryshme, nga datë 22 e bën 32 e tjera. Qartë. Të falenderoj shumë, absolutisht gjitha probleme, një nga një, të cilat janë vërtet për të marrë në konsiderat dhe uroj që të reflektohen në përzgjidhje. OSHE-ja ka shumë zyra ankesash, por që vetëm ankesa nuk zgjidhen ndonjëherë dhe nuk i marrin në konsiderat, ndodh vetëm në institucionet që administrohen shteti. Është problem shumë i madh kjo. Do të jemi pas pak në komunikim të drejtë për drejtë, shkonim publicitet dhe sigurisht na prisni pak minuta, do të jemi menjëherë për pjesën e fundit të programit tonë. Jemi rikthyer përsëri miq, jemi në pjesën e fundit, sigurisht nuk është e vogël, keni në dispozicion goxha minuta, kështu që mund të bëni pjesë e komunikimit nëpërmjet dy numrave të telefonit. Kush është nisur për fundjavë dhe po na dëgjon nëpërmjet radios, po ja kujtoj edhe një herë. Pjeni telefonit se edhe rrugës mund të kaloni edhe pak më të informuar. 04-2344-720, 069-670-24. 96.7 MHz çojeni radio, mos e lvizni asnjëherë. Presim telefonatën e radhës, alo mëngjes. Përshëndetje nga Tepelena. Përshëndetje, si gjithmonë me kënaqësi nga Tepelena. Edhe konkretisht nga Kalivaçi Tepelenës. Absolutisht dhe një zonë edhe po me respekt. Kemi një diçka pëshon se po bëhet hidrocentrali, po thuhet përbërjen e hidrocentralit të Poxhemit. Ka 20 vjet që... Po të mbaroj Kalivaçit njërë, që kanë bërë një shkatërim total të gjithë pjesës. Ishte një bukuri natyrore, një diçka jashtëzakonshme. Pastaj le të vazhdojnë me Poxhemit e me tërë. Po kur është vendosur për të ndërtuar ky hidrocentrali dytë? Se mirë i Kalivaçit, historia e tij dihet, ka 20 vjet që triqet zvarr, herë merr një, shkatro kënej, shkatro anej, po asnjëherë s'po e shohim ndërtuar. Ky i riu kur është vendosur të ndërtohet se? Po shikojnë biles tek citra tuaja dhe tek ato që po dalin në protest, në ashtu për mos të bërë. Tani të mbarojnë me një dhe pasaj të vazhdojnë me tjetrin. Po, çfarë probleme dalin me ndërtimin e një tjetër hidrocentrali se në mos gaboj nuk është shumë larg nga Kalivaçi, apo jo? Po, vetëm 2 fshatra kalojnë, vetëm 2 fshatra. E kuptoj. Okej, ndërkohë biles në radhë parë ju falenderoj që jeni komunikus, Patrik. Me popullin, me çdo njeri, biles nuk u desëm aty si gazetar, po u desëm si deputet që të na përfaqësoni. Jo, deputet se do hym... Dhe do ishte një mrekulli që 140-en, nuk u a bëjmë si ashon, 140-en atjet na përfaqësoni, se ne po flasim për gjërat mëdha, po ne jemi pa buk, zoti Patrik. Drejt. Biles edhe këtë e kishim se atje në Kalivaç, për shembull, jo që nuk rojet e Donijës Kalivaçit nuk janë shpërblyer ka një vit, 2 vjet, e se do marri vitin e pare, pra po ecin, është një problematike jashtëzakonshme. Kuptoj. Prandaj thash kjo historia 20 vjeçare e Kalivaçit është vërtet për të ardhur keq, se vetëm pronësia e ndërtimit e hidrocentralit ka kaluar në disa duar dhe ata që janë ndëshkuar kanë qenë vërtet punonjësit aty. Banorët e fshatit që punojnë aty. Po pranojnë të shketët se do marim lekët e para dhe humbën të dytat. E drejt. Kjo është... Unë të falenderoj shumë vërtet, absolutisht. Megjithatë në këtë vend ndodh diçka, ndodh gjithçka, jo diçka, po gjithçka. Drejt. Shumë falenderit edhe vlerësoj përshëndes gjithë zonën e Kalivaçit dhe sigurisht uroj që vërtet të zgjidhen të ngërçe, sepse në fundit janë kosto që bien kurrë qytetarëve. Përplasjet mes kompanive, investitorëve tuaj dhe shqiptarë, nuk ka rëndësi me shtetin, i paguajnë qytetarë, se nuk me rrogën, punojësi aty, nuk marron, ka 20 vjet që nuk marron hidrocentral dhe
nuk përfitohet pra ajo që është premtuar, ajo që duhet ishte prodhimi i energjisë, ndoshta edhe sektor tjerë punësimi në këtë zonë, kështu me radhë. Kështu që është shumë e rëndësishme të zihen atëherë mendohet edhe për hidrocentralin tjetër, se mund të vazhdoj përsëri zvarritja në këtë mënyrë. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Përshëndetje, rekordmeni i telefonatave. Dosha të flas sot në lidhje me deklaratat publike që ka bërë kryeministri me 10 herë, mos me thonë edhe me 100 herë, që do bëjmë rritjen e pensioneve të pa parë për 24 vite. Në 2005 i thëmë zotit kryeministër e kam pas pensionin 51.000 lek. Dhe me rritjen që ka bërë a i qeveria saj kohë për 8 vjetë nga 51.000 me shkoj në 2013 120.000. Po e thëmë zotit kryeministër që në atë kohë pensionistat që kishin njerëz di vete në mosh kompensoheshin me ka 4.000 lek të vjetra për frim. Bëre llogarinë zotit kryeministër, si që ka kjo rritje 3%. Kur qeveria saj kohë, pensionet e ulta i rritën mbi 15%. Drejt. Zoti kryeministër e ke vlerësuar këtë popull të vdelesh, edhe kujton që nuk e kupton populli këtë deklaratën tuaj. Drejt. E kuptova. Bëj thirrje të gjithë pensionistave të flasin në ekranet tuaja, dhe të thonë të vërtetën. Në përgjithësi kanë folur dhe sigurisht për ngrenë të shqetësim, absolutisht unë jam solidarizuar dhe solidarizohem me gjithë pensionistët që kërkojnë diçka më shumë, 3% është një rritje, duhet thënë faleminderit sigurisht, por nuk mjafton. Pensionet duhet jenë pra të indeksohen pak a shumë edhe me mënyrën se si është kosto e jetesës, edhe me rritjen e pagës minimale, siç po thot kryeministri vazhdimisht, pra duhet shikohen jo vetëm ata që punojnë në administratë dhe që punojnë, ne kemi qefti themi punë shteti, se na pëlqen shumë kjo gjë, dhe vdesin për pak për punë shteti, por shumë rëndësishme shikojnë edhe pensionistët, edhe sektori privat, të gjithë me radhë. Kështu që të falenderoj vërtet shumë që ngrite këto probleme. E dyta, po vetëm pak shpejt të lutem. Edhe deklaratën tjetër zotit kryeministër në parlament që populli shqiptar nuk paguan asnjë lek të shëndetësia. Jam plotësisht dakord zotit kryeministër, se mjekun e familjes, kush ka pas libet shëndetësori, ka pas vizitat pashtu, po ka pas dhe gjërat të tjera që vazhdojnë dhe sot, ai që ka libretën dhe është pensionist, apo ai punëtori që është i punësuar dhe paguan siguracionin, përse paguan 2.000 lek kur merr një raport për aftësi pune? E kuptova. Përse paguan 5.000 lek kur merr atë të shëndetit, të higjienës? Kuptoj. Pra, janë njësër taksa, po i quajmë taksa, kështu sepse paguajnë për marrjen e shërbimit. Po sot se nuk kam rrit taksat. Me të vërtet nuk paguajnë zoti ministër, se analizat që kërkohen dhe janë analizat të rëndësishme, nuk bëhen tek spitali i shtetit, po vetëm te privati. Dakor. A nuk ka pagesë ki zoti kryeministër? E kuptova. Të falenderoj shumë, të gjitha këto pyetje sigurisht duhen adresuar, ngritur problematikat cilat kanë bëjnë me pensionin, me shëndetësinë, janë dy elementet bazë, sepse edhe lidhen me njëra tjetrën, në fakt se janë pikërisht ata pensionistët që kanë më shumë ti probleme me shëndetësinë, kështu që ata i bie të paguajnë edhe këto 2.000 lekshin, edhe këto 4.000 lekshin, edhe 3.000 lekshin, kur janë me radhë që janë nëpër sportelet ku marrin këto vërtetimet, se ka shumë vërtetime për të marrë atë kartë shëndeti, pra duhen shumë sportele. Nuk e di se si mund të zgjidhet, ndoshta mund të unifikohen me komisionin, nuk e di, por një farë zgjidhje do sepse kjo krijon më shumë burokraci dhe rrjedhimisht më shumë mundësi abuzimi. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndet. Gjithashtu. Je gazetar shumë i lartë. Njëri që nuk më zgjidhesh me dhe i pesana të dhënë përgjigje. Faleminderit shumë. Sigurisht vetëm detyrën bëj. Nuk do thëmë ma shumë. Dakord. A ke mundësi me taku në të ambasadorin Gjemon në Tiranë? Po, besoj se po. Qëse ke mundësi një kërkesë nga populli. Po? Vitingu në Shqipni nuk bëhat veç kur të vinë prokuror Gjerman të bëjnë. Dhe jam dakord me ata forgjën që i tha të hiqen pasaportët diplomatike, se këto janë kriminela mërzotni këto.
Nuk e, së në kapish një njëri të thuj që jetë tamam një deputeti që dalë të bëjë një kërkesë për popullin. Në fakt, për gjepin e tyne. Ideet më të mira nga populli vinë dhe nuk ishte ide e keqe ajo që tha zotëria, se ndoshta duke provuar në kurrizin e vet njerëzit që bëjnë politik apo që janë në shteten, pushteten, gjitha ne, mase e kuptojnë se çfarë do të thotë për popullin të përballesh me këtë mur që kemi me Europën, apo jo? Vitingu për këtë është një si kur ta mosh tullun, nga toka që herin që atin, me i ra atin që atin, por aje tullë dhe vjene të bjerë në kokë. Të drejtë, qartë. Nuk është, njërë këj popull që është rekë. Njërë këj popull, unë dhësë mërë në gjishë këtë fretës në Sali Berishte, gjithë në radhë, mërë që li para gjishit atir të atin në dhori. Drejtë. Nuk është një kjo. Qartë. Të të shajnë tikin, më i kanë rejullu punët dhe për jashtë, kanë që u kalamojnë, dhe bëse vinë kotë në parlament të. Këtë njërës i kanë njërës të. Po më një shkëtë këtë vunë për qatë bukshtë. Absolutisht, kjo është pra ajo që thash që duhet aprovojnë, në është ta në kuriz, të kuptojnë se çfarë halli ka populli. Jo, po nuk ka se si, o bon 25 vjetë deputet nga mësuru që e kompani, atë koçkat e vjeta. Pa ne nuk hesim na. Drejt. Se hapim syri nga to, s'patek brahë me kompani. Prokuror i dikushë më bënd kryetari i asaj sigurimi shtetit. Komisari i sigurisë, po. Faleminderit shumë, ju përshëndes, faleminderit ju që ndat me ne mendimin, sigurisht që duhet kuptuar pra dhe ndoshta duhet edhe pak më shumë presion ndaj politikës, gjithmonë me mendimet e qytetarëve, të cilët duhet kuptojnë atë mur që qytetarët e kanë, po ndoshta vetë njerëzit e politikës nuk e kanë. Prandaj nuk kanë të sosur historitë një hap para, dy mrapa, apo një hap para, një hap mrapa që rrim vend. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Alo? Alo? Po, përshëndetje. Mirëmëngjes, nga Greqia flasim. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit që u bët pjesë. Jeni një njeri që komunikoni shumë mirë për sqarimet e popullit për problemet që kanë. Faleminderit shumë, zonjë. Desa të themë diçka, jam atë zotërin që foli për ligjin e vitingot, me në disa masa që e shpjegoj shumë mirë ai zotëria që ishte ide e mirë. Të gjitha ato që të ketë një hapje të vitingut. Drejt. Po. Kisha edhe diçka tjetër, ne jemi emigrant prej 20 vjetësh këtu në Greqi, 2 vjetësh, edhe dëgjojmë shpesh lajmet e çfarë bëhet atje në Shqipëri, edhe desha them diçka për marrëdhëniet që janë kriju disa marrëdhënie, disa ashpërsime, disa një dialog i ashur me disë Greqisë dhe Shqipërisë. Edhe desha them që duhet të mendojnë edhe për këta emigrantët që është gjysmë e Shqipërisë është këtu në Greqi. Ashtë reflektuar, më falë zonjë, ashtë reflektuar, ka në një lloj reflektimi të kësaj situate tensioni mes Tiranës dhe Athinës tek ju që jetoni punoni atje? Më falë, çdo gjë që bëhet në Shqipëri e diku edhe këtu ndikon, nuk është fjalë. Sa ma pëqet atje marrëdhëniet me Greqinë dhe Shqipërinë, aq më mirë janë edhe këtu, sepse ne tash presim edhe lejet e pasaportat e kalamajve, edhe është një situatë shumë e vështirë dhe kemi shumë frikë që këto tash nga që ndikojnë këto marrëdhëniet që janë ndërlikuar çik me Greqinë, kena frikë tash sepse nuk ndikojnë shumë këto tash këtu. Këto Greku e ka këtë i çik. E kuptoj. Nëse nuk bëhen këto pasaporta, pra nëse nuk e japin për fëmijët, çfarë ndodh? Ka një lloj izolimi, kanë përshtypjen për fëmijët, të cilët as nuk mund vinë dot, as nuk thehen dot. Mund të ndodhi për shembull, mund t'i bllokojnë për momentin. E drejtë. Prandaj, të gjitha ato që bëhet, për shembull, edhe ato për shembull, ajo e çamërisë, ai shpëtimi i drizit, të gjitha ato për shembull, mund të jetë një çështje për e shqiptarëve, me fjalë, se ato kanë drejtat e tyre, po jo me ndërliku akoma më shumë, duke mendu sepse edhe këtu është gjysma Shqipërisë. Nëse ndërlikohen gjonat edhe kthehen gjithë emigrantë, është çik
Ose çike vështirë dhe kjo, prandaj duhet të jeni të tensionet më të ulta. E drejt, shumë e drejt. Unë të falenderoj shumë zonjë, absolutisht e vlerësoj dhe uroj dhe ky është një apel që shkon për gjithë ato njerëz që ndërtojnë sidomos marrëdhënie diplomatike, se duhet kuptojmë kur flasim, nuk është jo për t'ju nënshtruar as për t'ju për të bërë kokulljen përpara asnjë institucioni, por duhet mendojmë pikëpari për gjysmën e Shqipërisë, siç tha zonja që jeton në RGQ. Falenderoj shumë për këtë telefonat sepse urojmë dhe sigurisht kjo është edhe një thirrje për autoritetet greke, të cilat nuk duhet ta reflektojnë tensionin politik në fundit mes dy shteteve, ta reflektojnë tek njerëzit që punojnë me djersën e ballit, që jetojnë atje, që kanë një vite të tëra që investojnë në punën e tyre në shtetin grek dhe në ngritjen e shtetit grek. Sigurisht nuk është normale të reflektohet kjo situatë atje, me pasaportat që u bllokohen, me fëmijët që ndalohen në kufi, me vizat që u mohohen për të kaluar etj me radhë, cilat janë reflektime sigurisht prej fëmije, pra nuk i tolerohet një vend i Bashkimit Evropian të ketë në raporte të tilla me qytetarët, thjesht për shkak të tensioneve politike. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, zotëri, mirë se erdhët. Jam një punonjës i policisë private Durrës. Po? Kam punuar te një firmë Gjoka Plus A, më ndigjon? Po? Edhe ka 9 muaj që një mban 320.000 lek të vjetra. Si i mban? Nuk ti ka dhënë rrogën, çfarë? Nuk ka dhënë rrogën. Në këto që për këtë që të them janë 12 veta. Kuptoj. Po unë po flas për veten tim. Ju vazhdoni të punoni aty apo jeni larguar? Unë jam larguar dhe jam futur firmë tjetër se normal nuk punoj. Sigurisht. Tani jam ankue, kam shkue deri në organet e policisë anë këtej të shtetit, nuk thot që s'pijak, thot, unë kam punu në fakt në Hekurur. Po. Të roje në Hekurur. Po. Edhe thot, Hekurura thot nuk mi ka dhënë lek, kur t'mi jape lek, thot të ronë dhe t'i jap. E kuptoj. Po, nuk është e thonë, nuk kam bo marrëveshje me tanë që po t'i dha, Hekurura dhe t'i marrë dhe unë. Unë punoj për interesin tim të ashe zdi ku të shkoj të ankohem. Po, në institucionet që thatë jeni ankuar, qëfar zgjidhje ju kanë dhënë institucionet? Se sigurisht një institucion... Unë kam shku edhe, u kam thënë që kështu është puna, ata më kanë thënë që po ndjekin procedurat. Procedurat, u ba që në muj procedurat, a do të bëhet shpima ato 320.000 lek mija ata? Absolutisht jo, por edhe institucionet, sigurisht procedurat mund të jenë të gjata, po për një njeri që është punësuar, nuk është punësuar me, si thatë edhe ju, me kontratën se çfarë do të bëjë Hekurudha. Hekurudha mund se ketë dhënë lekët se është në prag falimentimi. Jemi qartë, po fundit kjo kompani nuk ka vetëm punën me Hekurudhën, ka edhe punë tjera, të cilat i ka dalë për zot t'i bëj dhe duhet paguaj njerëzit të cilët kanë ruajtur, kanë kryer punën e tyre. Kështu që absolutisht Inspektorati i Punës, institucionet e tjera, unë ju ftoj t'ia bëni edhe një denoncim në Inspektoratin e Punës që të ndërhyet ta zgjidhë të konflikt sepse kontrata duhet zbatuar. Të Faleminderit. Thash ti që me qëllim që s'di ku të thonë tjetër kuj. Po pra, Inspektorati i Punës është institucioni që bën rregullimin e këtyre marrëdhënieve, prandaj po ja adresoj edhe publikisht që të ndërhyet ta zgjidhë të konflikt, sigurisht për 12 persona, 12 këtu, 12 atje, bën shumë njerëz që nuk po i marrin rrogat në të vend dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Të falenderoj shumë dhe absolutisht edhe një herë apeloj institucionet që kanë për detyrë të zbatojnë, të kontrollojnë sidomos të policitë private, se këtu janë një gangren, historia policive private, cilët vazhdojnë të shfrytëzojnë njerëzit me pak lek dhe ndërkohë edhe këto si u japin, siç është shpun ka, ja ka dhënë apo s'ja ka dhënë Hekurudha lekët kompanisë, zotëria, e cili ka kryer shërbimin, ka bërë punën, ka ruajtur atje, ka netur në ftohtë, ka netur edhe ndoshta edhe mund të ketë edhe rrezikuar natën të ruaj Hekurudhën dhe nuk merr lekët. Nuk i duhet atij kur të vinë mas 2-3 vjetësh lekët nga Hekurudha. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Jam një punonjëse shëndetësie. Po? Dhe lidhur me ndjek këtë emision, domethënë telefonatat, lidhur me problemin që ngriti një zotëri për hapjen e kartës së shëndetit me shumë dokumenta. Nuk bëhet me shumë dokumenta, por vetëm me një fotokopje të kartës së identitetit. Paraqitesh në sportele dhe me kartën
pas një lloj problemi. Jo, e kisha, nëse e kuptova drejt unë zotrin, nështë e kam kuptuar unë gabim, e kishte fjalën këtu pra që du të shkosh të marrësh një vërtetim të Poliklinika X, pastaj një tjetër për syt, një për veshët, një për analizat e gjakut. Ato janë, në qoftë të marrësh patentën, do t'i bësh vizitat, se s'mund të marrësh patentën. Jo, mirë, e kam fjalën edhe për këto, nuk e di nëse duhen këto për kartën e shëndetit e kam fjalën, e lëm me një, nuk duhen, oke. Vetëm një kopje, dhe liru me një zotëri që ka folë para disa ditësh për dializën. Unë mendoj, dhe kjo është e drejtë, për mendimin tim, që kjo qeveri ka bërë shumë, sepse më përpara dializa bësh vetëm në Tiranë, ngrish nga Saranda zotëria që ngriti problemin dhe vinte në Tiranë. Tani, i është shkurtuar rruga është vetëm në Gjirokastër. Nuk duhet bo vetëm ky krahasim, se duhet kuptojmë edhe se shumë mirë që është lehtësuar dhe padyshim që është një gjë e mirë. Kjo është ideja, domethënë që ka shumë lehtësime. Ai thoshte një problem tjetër. Kanë shumë të drejtë për transportin që u bëhet me vlerat të caktuara publike, jo aq sa ata paguajnë. Por jo që do të krahasosh vajtjen në Tiranë të një personi me dializë nga Saranda dhe në Gjirokastër. E kishte më shumë fjalë